Fjalën e ka deputeti juaj i zemrës, Ervin Saliani. Këtë takim nuk e ka organizu dhe asnjë takim tjetër, nuk e organizon krimi organizuar, po partia organizuar që i përgjigjet organizimit leadershipit Partisë Qendrore. Nuk ka shqiptar që nuk e di që Edi Rama i vjedh zgjedhjet. Po sheshet kush na i vjedh që ti kemi bosh, a kemi ndonjë përgjegjësi ne sot për këtë? Partia Demokratike dhe Demokratët nuk mund të jenë peng i 50 rrogtarëve të cilët për shkak të rrogave të tyre duan ta mbajnë Partinë Demokratike peng të pandryshuar, të atrofizuar, të përgjumur, të nëpërkëmbur. Interesi demokratëve është që të fitojmë zgjedhjet. Interesi rrogtarëve janë privilegjet personale. Partisë Demokratike i shërben revolta, i shërben përballja, i shërben përplasja me qeverinë, i shërben largimi i Edi Ramës. Ndërkohë që unë kam bërë burg për këtë qeveri, shumë të tjerë kanë bërë leje, kanë bërë koncesione, kanë bërë tendera, kanë bërë para. Partia Demokratike duhet bashkohet, duhet të hapet, duhet të ripërtërihet. Të nderuar teleshikues, mirë mbrëma. Si që ndoqët ky ishte takimi i Ervin Salianit në Korçë. Pas mbarimit të takimi, Saliani u bë edhe më shumë armik me partinë e vetë, Partinë Demokratike. Edhe pse ai thotë unë jam brenda aty të gjitha, doktori nga në vetë ka kryer punën dhe detyrën e vetë, ka shpallur të vetë larguar, kështu quhet apo ja. I vetë përjashtuar. Domethënë është përjashtuar vetë. Është përjashtuar vetë. Nuk ka term të tillë në botë, po kështu krijohet dhe bota. Vjen dikush në çdo kohë dikush vendos një tull kudo. Një tull, 5 tulla, vazhdon ngrihet muri, që nga antikiteti deri sot, vazhdon kjo. Sa më shumë rritet pjesëmarrja në takime, ishte rritur së Korçë këtë radhë, aq më shumë Sali Berisha rrit për masat e armikut Saliani. Thoshte se gjithë takimet e Salianit sipas doktorit i ka organizuar krimi, përgjithsisht krimi i organizuar. Për opozitën dhe pamundësinë e saj për të rrezuar Edi Ramën, do të flasim edhe në pjesën e parë të emisionit. Ishte edhe foltore, njëkohësisht do të flasim pas kësaj të Salianit. Dhe do të themi tani se çfarë do bëhet, si do të vijojnë gjërat. Ervin Saliani, antar i kryesisë PD-s, i antar apo sa afrohesh do të më aty. Po shkë ka shoqëritë ashtu si dhe partitë politike kanë rregulla që funksionojnë. Kanë statute, kanë ligje. Ore leri statuti tani në vendin ku jetojmë, 2 statute ka. Përse Shqipin... Një statut është Edi Rama, një statut është Sali Berisha. Këtë duam të ndryshojmë, pra që të funksionojë shoqëria mbi bazë në rregullave dhe ligjit, se nëse ne nuk kemi... Tu ka patur njerëz të panumur të Saliana që nuk kanë ndryshuar dot gjë fare. Do të them, nëse ne nuk kemi aftësinë që të bëjmë diferencën qoftë edhe për kartën morale. Gjithsesi, do të përpiqemi të jemi sa më pak propagandus dhe të përpiqemi themi në një gjë të vërtetë që popullata të kuptojë tani se çfarë po ndodh këtu. Dhe derisa mund të rezistojë Saliani. Ja ti prezantoj. Okej. Pra Ervin Saliani, faleminderit shumë. Antar nuk më the, je akoma i kryesisë apo jo? Po këtë 20 tosha, pas nuk më le. Po je po thotë shkurt kjo, jam. Po patjetër, kush e përcakton? Këtë e përcaktojnë demokratët, nuk e përcaktojnë. Doktori mos zotëri. Nuk e përcaktojnë ata që po i shpërdorojnë demokratët. Indrit Vokshi, faleminderit. Andi Tela, faleminderit. Antona Bilekaj, faleminderit. Shumë. Atëherë, zoti Saliani, ndoqim atë, në Korçë kishte mbledhur ti disa popullata, njerëz të partisë. Unë atje që mund të ishin dhe nga këta të Sfolqela Sert aty apo ja. Është në vend tjetër ai. Atëherë, sa takime dhe dua kështu të qarta, dhe pastaj do hyjmë bashkë me. Sa takime kanë mbajtur deri tani, kush është bashkuar me ju? Dhe dua të di edhe ç'ndodhi ndodhi me Ali Mehmetin, sepse duket sikur është zhdukur nga takimet tuaja. Një figurë kaq e madhe disidente që unë e kam pasur edhe këtu, Ervin Saliani, disident shumë i njohur. Ku zhduk? Me mori doktorit tani të gjitha dhe duhet të ma sqarosh këtë sa më shkurt dhe më qartë. Si pas pyetjeve që të bëron. Pra, sa ke mbajtur deri tani, kush është bashkuar me ju dhe ç'ndodhi me Ali Mehmetin? Qartë, të figurë të njohur. Janë bërë takime në Durrës, Gjirokastër, Elbasan, Shkodër edhe Korçë. Ka qenë thuajse 80% e partisë aktive dhe njerëzve të zgjedhur
në këtë Parti Demokratike që jemi sot, për ta kuptuar, po themi ju, po dhe qytetarët, jo partia që u nda dhe u fragmentarizua në disa pjesë, po Partisë Demokratike që sot drejtohet nga Sali Berisha, për të kësaj partie. Kanë qenë njerëzit më të votuar të zonave dhe kryetarët e partive të cilët drejtojnë në përlagje Partinë Demokratike në çdo zonë të qyteteve ku kam qenë. Korça thuajse ishte 95%, i kam përmendur me emër se cilët ishin organizatorët. Tani ju edhe, po themi, publiku, po dhe demokratët të kuptojnë qartë se kush e ka organizuar takimin tjetër, që ishte 3 herë më i vogël takimi që organizua për kryetarin e partisë në Korçë para vitit të ri, por ky është fakti. Janë bashkuar që të gjithë njerëzit që kanë sakrifikuar për Partinë Demokratike kryesisht, jo ata që përfitojnë dhe jo rrogtarët, në një kështu për të themi, jo ata që kanë marrë privilegje, rrogtarët. Rrogtarët, se më duk si Jo rrogtarët. E shumë afër kjo fjalë, kupton? Jo rrogtarët e partisë, por njerëzit... Mosik, do më thënë baron, i edhe pjesën e dytë, që bënë fotografi se vinë personalitetet të rinj. Po, falni, Jo rrogtarët e Partisë Demokratike, por ata që kanë sakrifikuar dhe që mbajnë Partinë Demokratike në këmbë, dhe ata kryesisht njerëzit që duan që Partia Demokratike të jetë parti fituese dhe jo një parti vegjetuese. Nga ana tjetër, sipas zonave ju e keni parë, edhe zoti Ali Mehmeti ka qenë tek takimi me më të votuarit. Ka disident sa u duk. I qëndron mendimeve të veta në publik, do më them, kam biseduar dhe i qëndron në publik, por takimet do edhe kohë kjo punë, do edhe energji që t'jesh në përzona, por ka të njëjtin, jo më nuk është se nuk ka energji, po ka takime, agendat e veta në Tiranë, se është në Këshill Bashkiak jep mësim edhe kështu me radhë, por nuk është se ka ndryshuar mendim, pra ka të njëjtat mendime. Me qenë se më pyet. Ai fliste si Fatmir Mediu. Dhe të përgjigjem edhe për një tjetër se është interesante. Por po të pyes më hapur. Një gjë që është e rëndësishme se do të them për këtë krimin dorë. Se s'pari njerë unë kam denoncuar, po themi gjithë bandat kriminale kur kam qenë në parlament, nga Bajrat, Shkodër të këta duelet e Elbasanit. E kam pyetjen vete këtë. Po prit, se do të them brenda kësaj pak se do të... Pse ma djek, se kam edhe gjë konkrete. Do të tregoj një kriminal që është bashkuar. Me ty? Bashkuar një vrasës. Po më thuj. Vrasësi që është mirë rëndësishëm për politikanët, një madhe. Po ja do të them tani vëlla. Ore vrasësi që është i pamëshirshëm me politikanët, që të kput. Kush është? Zhgënjimi. Lej më këto se... Pak najësia, e di këtë debe. Qartë. Ore, përveç njerëzve të partisë që organizohen... Zoti Saliani, Berisha thotë se të gjitha takimet e tuaj organizon krimi. Veçanërisht në Elbasan, kam djurun. Dhe për mua më kujtohet për shembull edhe për Gazmet Bardhin, doktori tha dikur që vrau Gjuvanin. Gjuvanin e Elbasanit, kujtohet ty? U vrajnë Gjuvan aty. Si mos kujtohet se është njëri se ka familjar, ka sentimente, se nuk mund të themi që është një kështu. Po, ka ndodhur një ngjarje e rëndë në Elbasan në atë kohë, ku një trup që quhej atëherë për mbrojtjen e votës, ndodhi një përplasje dhe ndodhi ajo që ndodhi. Dhe përderisa bëhet fjalë për jetë njerëzore, nuk dua të përgjigjem për pjesën time. Personi që akuzuan në Elbasan si koordinator të grupeve kriminale, doli ju përgjigj sekretarit përgjithshëm të partisë dhe nxori dhe foto me të, që kishte qenë fushat me të. Nëse Partia Demokratike dhe këta kanë zgjedhur njerëz që janë të lidhur me krimin, pastaj ky është problem tjetër. Po ai person doli dhe tha që ja ku kam foto me këtë zotrin fushat, dhe jam kryetari i grup seksionit Partisë Demokratike, dhe është ai se unë e njoh, nuk ka lidhje me këtë punë. Pra të gjitha këto akuza, e di pse bën këto. Këto bën akuza për ta shfokusuar vëmendjen nga braktisja që e bërë, se Elbasani, pak, domethënë, një javë përpara ishte takimi i kryetarit të partisë atje. Dhe kishte 2 herë më pak njerëz, se entuziazëm jo, për cilësi nuk të thënë, edhe në Elbasan, në Elbasan të akuza që u bë për këta. Dhe tani, si mundet që të thuash nga këto gjëra, se ju më thoni për këto akuzat, po tani ç'a thot zotëria për këtë? Apo u harrua ajo akuza? U harru kjo që thatë pak më përpara. Po se tani gazi ishtë bashkëpunëtor. Po tani kolegë të tjerë në vitin 2021, kë kanë akuzuar që mblidhte firma për foltorën e atërshme? Dini gjë ju, se qytetarët i mbajnë mend. Që akuzat... Ty?
Po jo mua, më kanë akuzuar njëri tjetrin, se unë tani do armikur. Unë po them atëre kanë akuzuar njëri tjetrin. Ti je armik i vonuar. Që kanë mbledh vota me këta. Tani me qëse Bile dhe Belin Kërviçin sot e kanë thirrur që do ta kemi në fund ne, e kanë thirrur për këtë arsye se kallëzimin e ka bërë gaz. Zotrin, nuk janë kreativ as në sulme, se të më thuash mua që kanë bërë burg për denoncimin e krimit, që është i lidhur apo e organizon krimi organizuar, kishin quar në Korçë, diti apo jo. Harxojnë, nuk e di se sa, po kanë përshtypjen që kushtojnë këto mesazhe, se çojnë 10.000, 20.000 mesazhe në çdo qytet ku shkoj unë. Kur të vi Tirana rrezik do jo vi dhe ju, thonë që shiko, takimet aty organizon krimi organizuar. Se kush është krimi organizuar në Korçë? Nuk e marr, edhe i çojnë këta nga qendra. Dega e partisë aty Korçë s'ka kriminalitet. çojnë mesazhe. Po nuk din emra mos e prandaj po them aty kanë ngec se kush e organizoi aty. Po kur thoshin prit se ishte një bukur tjetër. Po kur thoshin në Shkodër, takimin organizon Benet Beci. Benet Beci nuk na dha sallën e kinemas, ne Benet Beci drejtori i emëruar nga këta. I mbajtur në drejtoritë më të rëndësishme për 8 vite dhe turpi më i madh, di cili ka qenë i leadershipit të Partisë Demokratike. Gjatë fushatës elektorale kur kandidonte ai me Bart Spajin, Partia Demokratike në qendra as nuk e përmendte. Dhe me qenë se ra fjala këtu, u mori pandehur ai zotëria i Bashkisë Shkodrës para një jave, Partia Demokratike nuk doli të mbajë një qendrim. E ke parë këtë apo jo? U mori pandehur ai, sa thoshte që 500.000 euro të marrin këta të Harvardit, 400 ne me 2 klasë shkollë, thoshte ai. Me që ndodh aty, shikojnë përgjithësi. Po jo më ngjarjet, po them ngjarjet pa diun se jam dakord me dy. Mos ma bëj, e shikon vazhdimisht se edhe te ju, djathtas, po dhe në të mendje. E them për publikun, nuk e kam vazhdimisht aty mi ku mendja dhe do më shikosh rrugëve. Mirë e ke zgjidh, po e kam për publikun. Pra u mori pandehur, nuk pa reagim fare më. Domethënë, kryetar bashkie që rri i pandehur dhe opozita nuk reagon se e ka pas drejtor vetë, e kanë emëruar vetë dhe e kanë mbajt vetë në drejtoritë më të rëndësishme. Pra nuk kanë qëndrim për këta. Tani, a mund të thuash... Lidhe ka mund me atë njëri. Para se ty tani të ftuarit kolegët e mi për të pyetur ty, ka mund edhe një pyetje dhe një që të ma thuash sa më thjesht, po thjesht fare. Pse je ndryshe ti nga Sali Berisha? Se ti, fluksi ti je, që në thelp, një minutë të mbaroj pyetje. Fluksi ti je, më, shiko, e keqja e në Shqipëri është që një njeri i krijon të gjithë, janë si matryoshkat, tela, kupton të? Pam, pa të dhe janë të gjithë një lloj. Pse ndryshon ti nga Sali Berisha? Çfarë ju thua njerëzve? Ju e thirrën që mbledh goxha, mbledh njerëz më shumë nga Berisha ti. Po pse duket sikur ti je më ndryshe? S'pari njerëz. Se si mendoni ju opozitën, ndryshe nga Saliu për shkak. Edhe nga Edi Rama ta themi, ha? Se një lloj janë ata. Nuk ke emër tjetër aty. Këta dy kemi që të narojnë samalet tona. Larta. S'pari njerë unë jam bashkuar në Partinë Demokratike në vitin 2013 në opozit dhe nuk jam fluksi i ndokujt. Dhe me Zotin Berisha nuk kam pasur as një lidhje, as më ka promovuar në njerë, as kam pasur në një lidhje të drejt për drejt. As njerë. Pra unë jam përfshin 2013 në Partinë Demokratike, kur ikën gjitha ministrat dhe drejtorët e përgjithshëm që sot i keme Ramën, që nuk del as njeri, unë jam bashkuar në opozit me Partinë Demokratike. Në 2017 nga jam qenë deputet në Korçë, 2021 më hoqën me listë mua këta, ai kryetari që ishte me këtë, vajta mblodha njerëzit me salla dhe atëherë dhe u emërova. Tani, çfarë diferencë ka do thosh ti? S'pari njerë unë nuk kam pasur kur pushtet. Unë kam qenë në opozit. Së dyti, në zonat ku unë kam marrë përgjegjësi për Partinë Demokratike, në kohën kur ishte doktori në pushtet, kishte një detyrim. Asnjëherë s'kam pas pushtet. Po ke qenë në opozit. Sa vjeç ishe? Po çrënd si kam, unë po them faktin. Po pse me moshë është kjo, po tisha më kështu, mirë, dakor. Unë po them faktin, pastaj 20 e pak vjeç vetëm shqiptar merren që vjen në vendet më të larta. Edhe nëse është për shkak të asaj, unë nuk kam pasur në një pushtet. Nuk kam pasur në një konsum për shkak të keq përdorimit në një pushteti. Tani pse je ndryshe zotëri? Se ka njerëz që thonë që se ta kam bërë dhe herë tjetër, unë po të thesh dëndurishti për të kuptuar. Herën e kaluar kisha në studio Qorin ulur të vendit tent dhe të sheshi kisha Adriatikun, lapaj. Dhe ata po shyenin njëri tjetrin. Nuk, mazalla se ka një për të... Pse je ndryshe ti më zotëri nga këta? Ta kuptoj popullata. Je ndryshe se do të zësh vendin e flamurit, apo je ndryshe sepse mendon ndryshe nga doktori? I cili i ka të gjitha dhe si që i ka këmë, po kaq ka opozit e shkret tani. Edhe i mbana i, si që i ka këmë i gjati. Jam duke të përgjigjur. Duke u përgjigjur, po do të thuash. Po do të them tani pra. Popullata që të kuptoj. Unë, do ku ka marrë përgjegjësi,
për Partinë Demokratike kanë fituar me Edi Ramën. Edi Rama ka qenë kryeministër, të dërguarit e Edi Ramës kanë qenë si në çdo zonë tjetër. Pra kanë pasur diferencë. Së treti mendoj ndryshe, se kjo është thelbësore. Unë mendoj sot që Partia Demokratike nuk po shkon në rrugën e dur dhe po shkon nga dita në ditë, po shkon më keq dhe po e tregojnë rezultate zgjedhor dhe po e tregojnë sheshat. Se dakord më që zgjedhjet i vjet Edi Rama. Po sheshat kush ja vjet Partisë Demokratike? Se një popull i vjedhur, një popull i vjedhur del edhe reagon. Nga ana tjetër, unë mendoj që Partia Demokratike ka paqartësi strategjike, leadershipi, jo partia, leadershipi i Partisë Demokratike ka paqartësi strategjike të tmerrshme. Paradite e shan Spakun, mbas dite del Samir bëri Spaku me këta tjerët. Paradite thot do bashkohemi, mbas dite siç e the ti, shpallar miq thot ky është i përjashtuar, apo jo? Vetë përjashtuar. Paradite, po vetë përjashtim, ka në Shqip vetë përjashtim. Përjashtim është kur përjashton tjetëri. Nuk kanë asnjë gjë botë, po. Vetë është i ka vetë, për të krijuar një fjalë është. Po mirë, po të ketë sens logjik, se ti mund thuash, jo ti, domethënë kushdo mund të gomarligje sa doj, po unë po them si është logjika. Nga ana tjetër unë mendoj që Partia Demokratike ka një problematik tjetër theksuar. Ka një problem me fituesit. I urren fituesit. Nëse fiton në Partinë Demokratike, nuk i duan. Dhe shikoj merit gjithë zonat që ka fituar Partia Demokratike, ka fituar dy qarqe, Lezhë dhe Kukës, nuk e përmend kurrë, pse ka fituar atje, ka fituar në 7 zona, nuk i nxjerr kurrë ata që kanë fituar atje, dhe madje edhe deputetët që kanë dalë nga lista e hapur me votë drejt për drejt nga qytetarët, nuk janë promovuar fare në Partinë Demokratike, i lën periferi fare. Pra, unë mendoj që Partia Demokratike nuk ecën dot me këtë narrativ politike, nuk ecën dot me këtë, po leadershipi i Partisë Demokratike, po s'është vetëm, nuk është vetëm. Leadershipi i Partisë Demokratike, nuk është i vetëm, se kështu mendojnë të tjerë, por derisa ti mendon njësoj, se ka një gjë tjetër o zotëri. Pasi leadership s'kan Po ka mos e një lider është. Po jo, ka leadership, se nëse ka njerëz që duhet të ruajnë privilegjet e veta dhe nuk thonë disa të vërteta, se kemi qenë, se në për studio kam qenë edhe bashkë e kemi diskutuar dhe mentonin. Ndëryn tani, edhe me ndëryn kolegët tani. Edhe me Anditelën, ja mbylla. Ka qenë këtë diskutim kur ishte punat e mandatat apo të e bashkive. Pak te kam qenë edhe atëherë unë me pak njerëz që kanë qenë kundër, po pastaj dolën gjithë që thanë që ore ketë drejt. A ka qenë kështu? Kështu që ky është diskutimi. Ata ju dëgjojnë juve tani. Ne kemi parë, ju vinë njerëz shumë ju dëgjojnë, të tregojnë që ka një lloj pakënaqësie. Po. Edhe dëgjoni ata? Patjetër. Domethënë ata çfarë pakënaqësie kanë? Ne kanë pakënaqësinë me Sali Berishën, apo më flamur Nokën dhe me numrin 2 dhe leadershipin i thonë ju me kryes. Shiko, ka një gjë që se nuk është se është sekret, po unë takimet që zhvilloj, nuk është se janë takime që shkon mi organizon dikush siç ndodh në partitë. Do ta vim vet, po. Jo, përveç se vim vet. Po ju them një gjë se si mënyrë organizimi, se nuk është se është një sekret. Unë shkoj ditë para aty. Rri me ta, diskutoj, flas, i pyes për shqetësimet, pyes si e mendojnë. Problemi themelor është që nuk i pyet asnjëri ndarësinë e Partisë Demokratike fare. Pra e trajtojnë sikur i kanë punëtor. Më keq se i kanë punëtor, se punëtorin e do ai punëmarrës se i bën punën. Vjen për fushat, shkojnë marrin një mandat, nuk i takon njëri pasi përfundojnë zgjedhjet, nuk çojnë deputet ata që duan ata që të jenë, që të ketë përfaqësim, nuk përballen këta që janë drejtues të partisë në fushat dhe pakënaqësinë e kanë me të gjithë. Nuk përqendrohet dot tek një emër. Kanë me të gjithë, thonë Partia Demokratike nuk ecën dot më kështu. Sepse nëse dhe po e tregon vota. Nga zgjedhjet në zgjedhje po vi më pak, në zgjedhje pjesëme që u bën 5 bashki, po ti mbledhësh votat e 5 bashkive që janë të mëdha, siç është Vlora, Berati, se nuk po them Tepelena që morëm 1000 vota edhe Mati, ne nuk bëjmë dot edhe Cerriku, ne nuk bëjmë dot një mandat deputete. Me votat që u morën, ndërkohë që po të marrësh votat edhe të zgjedhjeve të fundit, ne në ato qytete kemi prodhuar 7 deputet. Njerëzit që thonë thotë. Me votat, po atë që thonë njerëzit për këtë jam duke thënë. Pra njerëzit e thonë këto. Pse nuk dalin dhe tjetra? Ore, njerëzit janë të pakënaqur në mënyrën më masive të mundshme ndaj qeverisë, por nuk dalin për shkak të kësaj, se nuk kanë besim, se thonë do vendoset, do iki Edi Rama dhe do vihet dikush me prepotencën tjetër që nuk na pyet shpiton, se shtëpi e vet Partia Demokratike. Pra me të njëjtën arrogancë do vi dhe do sillet dhe me ne, pa të vendosim disa rregulla, të zbatohet, të vendoset indikator se si promovohet karriera në Partinë Demokratike.
por e kontribon për vite me radhë në opozit, mban kosto se janë sakrifikuara dhe janë pa punë, janë në represionin e qeverisë, marrin gjoba nga tatimet, nga policia, pra janë të shmangur nga të gjithë elementet si që është në një regjim. Dhe ndërkohë, kur vjen puna për deputet, kur vjen puna për të promovuar, vjen njerëz që nuk i njohin fare, si që nga kjo punë kështu. Pra, është shkatruar sistemi meritës Partinë Demokratike. Këtë thonë, nuk ka indikator, orë si bësh deputet, po bëhet me primare, hajde dim bëhet me primare. Po bëhet me forma tjera, hajde vendosim disa indikator. Se primare po e përçajnë partinë, themi, po, kush bën opozit më shumë, kush ka, po themi, dalje më shumë publike, kush ka më shumë mbledhje në parti, po themun, kush ka më shumë organizim protestash. Hajde ti vendosim edhe ti dim rregullat se si ecën. Sepse të vendosësh edhe element të tjerë, por e vonesa që ka Partia Demokratike në çdo qasje. Niset për një çështje, kandidatët për shembull, mund të nxjerrën një vit para. Kandidatët për bashkit. Qëndrimet. Paradite njerëzit nuk e din, prandaj po them, nuk e din çat ton. Ata shajnë spakun, Tela ata Vokshi. lavdrojnë. Ç'të bëjnë? Tani, Ata shajnë Shtetet e Bashkuara se nuk na duhen se jemi parti sovraniste, apo të presim që Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump do ta marrin me helikopter Trumpin. O ta dim ova. Ramën. Pra cilën të thonë, se ulen njerëzit për tavolina dhe janë njerëz politik, nuk është trup që nuk kupton. diçka që konstatoj unë, Ervin, është ti ke bërë një 5 foltore, mos gaboj, ke qenë 5 qytete. Dhe skema është pak a shumë e njëjtë me foltore tradicionale në PD. Pra dalin disa njerëz flasin me radhë, edhe në fund thritet e emri yt dhe duar trokitje nga salla, ti del, mban një fjalim atje dhe prap mbyllet me duar trokitje dhe kjo gjë ka vazhduar për 5 ditë. Domethënë, krijohet ideja sikur kritikat kanë marrë formën e një spektakli, aq më tepër të bërë viral shumë në rrjetet sociale, edhe në televizion e ke pasur dukshmëri, themi, për këto foltore që bën. Përveç televizionit që duhet ishte jo opozitës dhe televizionit Ramës. Përveç televizionit të Ramës dhe televizionit që duhet ishte jo opozitës. Po ti themi, televizioni i Ramës dhe televizioni i që duhet ishte jo Syri dhe ABC nuk të nxjerrin. Po, ti themi. Por në pjesën më të madhe ti i dukshëm. Ideja është, mbasi mbaron ky spektakli me sallën plot, çfarë bën të nesërmen? Ti je vetëm Ervin Saljani përballë, themi, kastës së PD-s, apo ti ke dhe njerëz të tjerë, nga kafja e famshme me disa deputet, kandidat për deputet, njerëz të votuar, në gjithë këto foltoret profili jot është i vetëm, pra je ti me disa njerëz që njihen sigurisht në bazë, por janë të panjohur për publikun e gjerë. Ndoshta ky tela, po ti ishte jo, themun, që ta bëjmë sa më ashtu. Ndoshta kjo ju dhëm patyre që sikën nga atyre. Se po të marrë ca dhe t'ik nga aty... Se të përgjithë se qëndron kjo, shiko. Edhe kjo... Çfarë ndodh të nesërme te këtij spektaklit? Po, kjo është narrativa, po themi, që ka imponuar PD-ja në publik. Nuk e kam përgjithë, ma lërë të qërojë. Pa që ka imponu? Njerëz publik janë ata që jep mundësi partia, leadership e partisë. Ndërkohë që për mua, njerëzit që vlen janë njerëzit që kanë marrë votat. Nuk është kështu. Në çdo takim kanë qenë më të votuarit. Në Shkodër ka qenë më votuari në kryesi të partisë. Në Elbasan ka qenë mi votuari në Zot... Po thoja, je ti vetëm që lëviz në për këto stacione. Nuk është se je me disa personat të tjerë dhe të ketë formë një lëvizje. Pra je vetëm ti për balë tyre. Nuk jam unë, pra, është zgjedhur kjo mënyrë që në çdo zonë të jenë njerëzit që mos marrim të importojmë njerëz tjerë nga jashtë, të jenë vetëm njerëzit që kanë marrë më shumë vota dhe njerëzit e partisë në përzona. Pra, kanë qenë në Elbasan mi votuari, në Shkodër i votuari, në Gjirokastër 80% e partisë që të gjitha aty, në Korçë siç e pat, dhe forma është zgjedhur e tillë që të mos ftojmë edhe se ata që kanë organizuar në përzona kështu që të mos ftojnë deputetët, për shkak se ata kanë, po themi, se ku flasin dhe kanë qëndrimet e tyre. Dhe është zgjedhur kjo formë, ç'a ndodh të nesër, më ndodh kjo, që nga çdo zonë po merren propozime, po merren shqetësimet atyre dhe do të prodhohet një dokument kur të mbarojnë takimet, do të prodhohet një dokument me zgjidhjet se cila është problematika, pse nuk po i themi sot në po themi, cilat janë zgjidhjet sipas nesh. Sepse së pari, Partia Demokratike, si ti po e shikon, leadershipi i Partisë Demokratike është refraktar dhe nuk pranon që ne kemi smundje. Ora që ta shërojmë njerë dhe t'japim ne ilaçin siç e mendojmë ne,
por duhet ta pranojmë që jemi të smur. Ne sot jemi të smur, ata thonë jemi më mirë se asnjëherë. Po. Dhe në këtë Por kuptim, këto dëgjojnë edhe në foltorët që bën Zoti Berisha. Pra, këto problematika brenda PD-s dëgjojnë dhe atje. po e di cila është diferenca? Doni t'ju them një këtë, se edhe kjo, o zotri. Tani, këtu ka një gjë. Për herë të parë e ka bërë Zoti Berisha këtë kundër Bashës. Që pak kënaqësia çoi në atë gjë. Dhe tani po bën të njëjtat gabime. Është njësoj sikur e ka lënë manualin Lulzim Basha. Merre pak manualin e Bashës 2021-shit. Doli në foltore Berisha, ja organizon krimi. Vazhdo pak më andej. Kaloi 2 javë, e përjashtojmë Sali Berishën nga partia. Kaloi 2 javë, po këto thuhen edhe aty. E di cila është diferenca thelbësore? Diferenca thelbësore është kjo. Ore, çfarë i kërkojmë ne Ramës? Edi Ramës ne sot i kërkojmë një gjë. Të mbajë përgjegjësi aty ku ka bërë gabime. A mban njëri përgjegjësi në Partinë Demokratike? Se unë mund të them, ja ta përfundoj. Unë dhe ata qindra apo mirë njerëz mund të thonë ato se presin ndryshoj Partia Demokratike. Po aty ku është kryetari i Partisë Demokratike, ai duhet të ndryshojë o zotëri, ai nuk është më të folur kjo punë. Diçka që ti ke bërë këto 2 muaj ose bëj ose lere. Ke bërë këto 2 muaj, ka dëmtuar PD-n apo ka dëmtuar Edi Ramën? Unë mendoj që ka dëmtuar Edi Ramën. Edi Ramës, ja ta them unë si, Edi Ramës i intereson status quo-ja. Partia Demokratike e Shqipërisë, kështu siç është, nuk i intereson përballja 4 vite PD. Jo, pra Edi Ramës i intereson të ishte PD ashtu siç ishte. Pse shkuam aty me Ramën e jemi 500.000 vota diferencë. Por nuk ka rëndësi, përballja e 2021-shit e më këtej, i interesoi Edi Ramës se kishte përballje. Kjo ka një gjë që është logjike. A do përdorim logjikën apo jo? Se kjo është, ore, Edi Ramës i intereson status quo-ja. Partia Demokratike në gjendjen jo që ishte, po dhe që është sot, nuk e mundot Edi Ramën dhe po shkon grobët, po të shkon me 50 veta para kryeministrisë. Si intereson tani një pyetje kam unë se nuk e kam për ju, e kam pyetje retorike për njerëzit. Doni t'ju them një element unë që është i rëndësishëm shumë. Nëse nuk do të kisha nis këtë lëvizje, shumë prej atyre, se nuk duhet të vë numër se sa përqindje, nuk do të ishin më, do të kishin shkuar partitë tjera. Dhe drama që ka Partia Demokratike sot është shoh zotëri që kryetar grup seksionesh në zona të caktuara të kanë ikë direkt me PS-n kanë filluar punë. Shumë të tjerë shkojnë dhe kontaktojnë partitë të tjera se nuk du t'i përmend partitë tjera të vogla për shkak se nuk shohin më shpresë Partinë Demokratike. Zoti Vokshi. Dhe nëse nuk do të ishte kjo lëvizje, unë po ta them që shumica e tyre do i kishe ose të fikur fare, ose do i kishe duke shkuar dhe kontaktuar partitë tjera. A ka mundësi që Partia Demokratike, ka dhe një gjë tjetër, të lutem me mbylla një minutë. Partia Demokratike mbas kësaj, leadershipi i Partisë Demokratike po bën gjë që nuk e bëri 8 muaj me radhë. Nuk i takoj demokratët për 8 muaj me radhë, tani i takojnë. Nuk ka rëndësi se 5 se 10 po kanë filluar të dalin. Nuk bën analizë, tani ka përcaktuar një metodologji të paktën bën sikur bën analizë, po analiza e di cila është. Analiza është për leadershipin e Partisë Demokratike t'i bindim njerëzit që zgjedhjet janë vjedhur. Ore zgjedhjet e din gjithë që janë vjedhur se do japim zgjedhjen e të fitojmë përballë Edi Ramës. Si i shkon, ma thuaj pak, si i shkon në favor kjo Edi Ramës? I shkon në favor sepse debati publik nga opozita përballë Edi Ramës në një pjesë të tij shndërrohet dhe brenda opozitës. Pra brenda Partisë Demokratike ka një debat. Të shëndoshet një parti. Po debati duhet jetë publik, duhet jetë spektakolar apo duhet jetë debati brendshëm? Së pari një herë, debati brendshëm kur nuk ka zgjidhje, ti drejtohesh si në çdo vend të botës, si drejtohesh antarësisë apo qytetarëve në rast tjetër, pra atyre që janë vendimarrësi, pronarët. Aksionerët e partisë janë antarët. Aksionerët në qeveri janë populli. Dhe ti drejtohesh nuk po e zgjidh dot unë. Këta mendojnë që fitojnë me Edi Ramën. Unë mendoj që kështu siç jemi, ne nuk e mundim dot. Si ta zgjidhim këtë? E zgjidhin njerëzit apo jo? Dhe ora dakord jam unë, kam një 3 javë që nuk kam dalë fare. Ke parti të bëhet të ketë në një qëndrima, të flitet të ketë në një diferencë në raport me Ramën, e pe që u mbusheshim shumë apo më pak. Dhe po të them një gjë që e thashe dhe aty në takim. Nëse, edhe kam sfid, ose ta bëjnë këtë punën e revoltës dhe të protestave, ose vetëm të rrinë, se unë nuk du që ti mbi vendosem për shkak të kësaj narrative. Le të rrinë edhe të thonë që bijem dakord që ta bëjnë këta. Do ta thras protestën përpara qeverisë dhe ta shohim përpara kryeministrisë, ta shohim se ku a dalin njerëzit apo jo. Jemi dakord me. Çfarë thua zotëri si i shkoka kjo në favor? Favor Edi Ramës i shkon të rrim ashtu siç ishim. Se i ka mundur këta zotrin që thonë që i shkon në favor Edi Ramës, i ka mundur nga 2013. Po në 2013 që ishin pushtet, si i mundi?
Po si pra, më thuj pak, i vodhi dhe atëra. Jo. Pastaj do të kemi të vërtetë tani se nuk ka. Po kështu se po kemi thënë për sejr. Tani ka një, unë po marr informacion nga debati. Tani të akuzosh një deputet 2 herë të partisë është i lidhur me krimin, është shumë e rëndë sepse po akuzon edhe partinë tënde si të lidhur me krimin. Unë dua të di Më ka çuar dhe drejtues politik atje ku thotë se kam lidhje, pas ka çuar për këtë ai. Unë jam kurioz për diçka. Bastian drejtues politik në këtë- Isha drejtues unë para se ty jam burgë zot. Po pra, unë Aty ke krijuar lidhjet me Suelçir. jam kurioz për diçka në këtë pikë. Do me thënë, të kanë akuzuar si lidhur me krimin. Atë kanë thirrur ndonjë seancë private sqaruese për të paraqitur prova ose dëshmitar për lidhjet e tua me krimin sepse ka një metodologji. Kur goditej për shembull Kadrias Biu, i morën ata Alit Bajramin dhe i thanë që ky dëshmon që zbarkimi i Xhevdet Mustafës u bë me Kadrias Biun. Pra, ty të kanë thirrur këtu, të kanë vënë dëshmitar, prova, filmime, pra të kanë nxjerrë njerëz nga grup seksionet për dëshmuar aty që e lidhur me krimin? Nuk të kanë bërë këtë seancë sqaruese. Zero më kjo. Se zakonisht partitë i bëjnë këto seanca sqaruese. Po çfarë do thosh është, ore, sa më shumë akuzat bëhen në publik, sidomos në këtë rast. Kjo e dëmton, kjo i shkon në favor Edi Ramës. Kur nuk dëgjon zërin që shqetëson demokratët, por bën akuza që i bën edhe Edi Ramës, e këto akuza i bën Edi Ramës, se ja po e them me këtë përderisa e kanë çuar në këtë nivel, po e them troç. Nëse bën akuzat pa baza dhe të turpshme, por një njeri që i ke çuar drejtues, ku kam qenë drejtues politik i çuar nga Sali Berisha në Elbasan, për këtë punë ka çuar ai mos, e ka ditë që kanë pas lidhje. Se kjo është më ka çuar dhe ka diskutuar në publik sepse është luftëtari ndër luftëtarët më të mëdhenj ndaj krimit të organizuar në Shqipëri. E ken publik. Tani, kur unë shkoj bëj këtë dhe ti thu këtë, e di si i bie pasaj. Mua më shkon mendja vetëm në një element. Këta mendojnë, një pjesë e leadershipit që e ka marrë qyl funksionin Partinë Demokratike, mendojnë që njerëzit këtu i mbledh vetëm krimi nga që nuk ju shkon njëri vet. Jo, mor zotëri, se këtu njerëzit vinë se duan të dëgjojnë edhe të japin ndryshim. Kanë 13 vite që presin nesër, se është edhe kjo teza tjetër. Po pse në këtë kohë? Po më jemi të vonuar. Po jo, kjo mund të bëhet pyetja. Po ku po kemi 13 vite në opozit, kur do bëjmë? Kur të vinë zgjedhjet prap? Kur të vinë zgjedhjet që të humbim prap? Ne si ta parandalojmë këtë se qeveria sot është në pikën e saj më të dobët. Ne po ashtu jemi sot në pikën tonë më të dobët. Por hajde të dëgjojmë demokratët se nuk ecim dot me këto më. Do më thënë, lidhen njerëz. Në këtë të dëgjojmë demokratët me spektakël është kjo. Lidhen Ka të njerëz. dalim me mikrofon, me kamera të dëgjojmë. Po mirë, pra kjo është Lidhen Ndryshe s'do i dëgjoje dot. të mblidhen disa njerëzit mënyra për tani. t'i dëgjuar, ma Pyetja e gjithë njerëzve është mirë i mbledh, mirë ju flet. Çështja është cili është destinacioni. Pra, konkludon me një kuvend stadium, kërkon statut 3, kërkon njohjen e fraksioneve. Pra, çfarë arsye ka një demokrat për të thënë sot që unë po i bashkohem kësaj lëvizje? Do të thëmë, pse ju, grupi juaj aty, mund t'japin seriozitet ose drejtim më të mirë të Partisë Demokratike, se ju e dini si janë partit. Pra partit nga njerë edhe kur ka njerëzit pak kënaqësi, rrinë aty për hir të siglës dhe të identitetit. Këta njerëz cilët ju i keni mbledhur në Durrës, në Elbasan, në Korçë, në finale do të bënit njëjtën gjë siç bëri Sali Berisha që i mlodhi nga gjithë Shqipëria dhe pastaj i futi në stadium dhe shpalli disa vendime të një kuvendi, apo prisni që t'ju thra Sali Berisha për ndonjë negociatë të mundshme? Pra, cili është qëllimi, destinacioni i kësaj lëvizje? Unë nuk përjashtoj asnjë gjë nga ato që u thatë, përveç kësaj të fundit. Unë personalisht nuk i hy asnjë negociate për pozicion Partinë Demokratike. Nuk e pranoj. Unë nuk kam hyrë në një betejë që po marr kohë, po marr balt, po humb energji, po shpenzoj gjithë kohën time duke u marrë me këtë gjë për të marrë një funksion dhe të mbetet partia kështu siç është. Është racional funksioni. Partia Demokratike në këtë moment duhet të ndryshojë dhe duhet vendosim rregullat bazë se si funksionon dhe si... Çfarë rregullar, sepse rregullat i kërkoi dhe Berisha, por nuk u vendosën. Jo, u vendosën ato, por nuk Ku u vendosën? Po nuk u zbatuan, u vendosën... Pra, nuk u vendosën realisht, sepse në letër aty kanë qenë gjithmonë ato. Jo, u vendosën disa... Qa ndodhi atëre? U vendosën disa rregulla, lejimi i fraksioneve, se kjo partia sot me ka dy, po themi, statuti i partisë, se po e quajmë se partia është e njëjta, po statuti i Partisë Demokratike, sot është më i demokratizuar në letër. Pra jo vetëm që lejon mendimin ndryshe, lejon fraksionin, e shtequr përjashtimi, më përpara lejo përjashtimi, prandaj e shpikur ky termi vetë përjashtimi, se nuk përjashtojnë dot nga Partia Demokratike më. Pra,
do zgjidhen, ishte ideja që do zgjidhen me primare dhe do i zgjidhni ju deputetët. Pra të gjitha këto që po themi ne si shqetësime sot, kanë qenë edhe para 4 vitesh. U odhën në letër dhe nuk u zbatuan. Dhe prandaj e bëjmë në këtë formë, për t'ju përgjigjur prapë asaj që thot Andi. Prandaj e bëjmë në këtë formë për treguar që zotëri, ky nuk është një shqetësim. Këta me njerëz, me mira njerëz, edhe prapë thonë që organizojnë sytë e vetë këtyre. Ndërkohë që duke folur tek, thoshin, po ti vetja, janë disa njerëz, kanë ca interesa, kanë kështu. O zotëri, janë mira njerëz, më. Po i lutesh dhe po bën tryez me atë deputetin me biciklet, çka qenë. Thërreta ty në truez me ata me biciklet. Dhe ndërkohë, edhe ndërkohë, po mirë, dakor, dhe ndërkohë ti përjashton, ke fuqin të përjashtosh mira, se nuk e dim se sa. Mirë, destinacioni cili është? Destinacioni do tjetë propozimi i rregullave të përcaktuara, do kemi dokument të qartë. Jo, nuk është se janë zbatuar. Rregullat qarta. Tani ti do propozosh zbatim të rregullave. Do propozojmë rregulla se si e mendojmë ne dhe garanci për to. Ore, do ishte më arsyeshme të kërkoje të ishe sekretari i përgjithshëm si garant i zbatimit të rregullave. Është më racionale, sepse sekretari i përgjithshëm është garant. Nuk e di. Është më racionale. Se nuk është turp. Po pra, kur ti dëgjoj që gjithë do vita i diskutimi se çdo statut, nuk mund ta them statutet përgjithsisht kanë qenë të mira. Zoti Saliani, përveç konstatimeve për të zbatuar, duhet nga libri i rregullave. Përveç konstatimeve për qeverinë, që i bën gjithë opozita, ju keni ndonjë zgjidhje si largohet ky Edi Rama, se konstatime domethënë duhet i bëjmë ne, domethënë ne jemi media që merremi me këtë punë, që bën kjo qeveri e gjitha. Si mendoni ju për shembull, se Berisha çfarë thot sot nuk e thot nesër, po tani ti si mendon si ikën ky Edi Rama? Se po bëre konstatime vetëm. Ja po ta them. Ka 2 rrugë se si mund të ikë një qeveri. Sipas meje. Ose me frymëzim, pra një opozit frymëzon gjithë njerëzit dhe dalin shesh në mënyrë masive dhe paralizojnë jetën e një vendi, dhe në fund do shkoj tek vota dhe kjo. Dhe rruga tjetër është me votë. Unë nuk di asnjë rrugë tjetër se si largohet në qeveri. Dhe nuk ka në fakt, të thuash tjerat është gabim. Dhe që ta mundim Edi Ramën, ne duhet përmirësojmë Partinë Demokratike. Partia Demokratike, ja ta them, Partia Demokratike duhet ripërtërihet, duhet bashkojë gjithë pjesët e saj, të gjithë pjesët e saj. Se Partia Demokratike sot ka larguar edhe i turrët çdo njeriu që mendon ndryshe. Në bashkim të gjithë pjesëve ti je një armik i parregullueshëm. Shikoni pak, po. Ore, je armik i parregullueshëm. Kur më shpall Partia Demokratike mua armik, që un kam mbështetje në njerëz, kam kam një lloj vokacioni publik, dal në media, kam kontakte me të gjithë ju. Imagjinoni se çfarë bëjnë me gjithë tjerët që mendojnë ndryshe. Duhet të bashkoj, si pra që ta them që duhet bëj, duhet i bashkoj gjithë pjesët, duhet bëj hapje ndaj shoqërisë, duhet marrë njerëz që janë certifikuar në publik si personalitete. Kur Partia Demokratike është në stagnacion, ku diun, u bën 20 vite, qarkullon po në të njëjtën elitë politike. Pse nuk ka Partia Demokratike njerëz që kanë kapacitete siç e tregon vota. Vota, zotëri, në zgjedhjet e fundit tek pjesa e listës së hapur, tregoj qartësisht preferencat e qytetarëve shqiptar, se cilët është tipologjia e kandidatit dhe deputetit që ata duan. Dhe është komplet e kundërta e profilit të deputetëve të një pjesë të madhe, aty ka kolegë të nderuar, të një pjesë të deputetëve që u vendosën në për lista. Si që nga kjo... A mendon se kjo struktura e lejon? Lutem edhe në gjë tjetër. Edhe narrativa. Partia Demokratike duhet ndryshoj dhe gjuhën politike. Gjuha politike që përdor sot Partia Demokratike është e një kohë tjetër. Zotëri, kemi një pyetje shumë thjesht si ne bëri Tela, po e bëri në një mënyrë pak tërcoras. Tha, ku që shërbet me këtë, mos opozitës apo Edi Ramës? Unë do ta bëj më të hapur. Ka njerëz që mendojnë që lëvizja juaj shërben Edi Ramës. Hapur fare. Veçanërisht në këto momente kur qeveria është zhytur në skandale. Ju dini dhe krijoni një përçarje të PD, thonë shumë njerëz. Shkurt, mund t'ju thoni atyre pse? Absolutisht, përgjigjem unë. Është ndryshe, nuk e ndihmoni se sepse në rast ndihmohet Edi Rama, po ndoshta s'ke ç'i bën atje. Po jo, unë të përgjigjem këtë. Kush e ka këta, të ma thot nga drejtuesit e partisë, sa kohë do se rriun të arrëzojnë qeverinë, sa kohë duan, ta stopoj të ashtu. Ata mund mos rrëzojnë të rjetën? Atëherë, ky është Elbi. Pra, ne kemi 13 vite që presim do të arrëzoj sot, do të arrëzoj nesër.
kemi një element tjetër. O zotri, ata njerëzit që vinë ato salla dhe që po i mbushin sallat plot, dhe që janë më shumë se sa ato takimet që i bën gjithë partia, gjithë struktura e partisë bashkë me drejtuesit e partisë, janë njerëz që i shërbejnë të jenë në Partinë Demokratike dhe duhet gjetur mekanizmi se si të përfshijmë gjithë atë energji që është në këto salla në takime. Pjesa tjetër, po pse si shërbej Edi Rama, sepse unë 3 çerekun e fjalimit e kam duke denoncuar Ramën. Në Korç nuk e përmend në Peleshin këta, se kishin ca shokët e Peleshit që i kanë futur aty në parti. E dini ju që ata që ishin në sallën në takimin e Korçës të kryetarit të Partisë Demokratike, janë njerëz që i kanë familjarët e vetë dhe 2 kryetar grup seksioni që i kanë pas në fushat i kanë futur në punë në për bashkie dhe në për institucionet e qeverisë apo jo? Pse se përmendin ata Niko Peleshin në Korçë, se po ta them këtu, nuk u përmend asnjëherë. Dini ju që Niko Peleshi është thuajse pronari i qytetit, emron nga Pastrusja. Korçë? Jo, nga Pastrusja deri tek këto. Absolutë, sepse ka kap edhe një pjesë Partisë Demokratike, është kthyer një klub shokësh. E dini ju që emërimi, o zotri, e dini ju që 4 vetat në një moment caktuar, 4 personat që drejtojnë në të gjitha institucionet e qytetit, kanë qenë 4 ortak në një dyqan caktuar. A di këtë di? Tani, i shërbej unë Edi Ramës që i them këto, apo këta që nuk përmendin fare atë dhe merren me mua? O zotri, si ka mundësi që çfarë do lloj skandali që ndodh këtu, del edhe shumë fishohet, është një zë tjetër që e thot, cili është shqetësimi, ta kthejmë pyetje unë për pyetje retorike. Ora, cili është shqetësimi që ka Partia Demokratike nga kjo, që po mblidhen njerëz për PD-n, pse unë nuk do bëj parti tjetër, do jem PD. Unë nuk i çoj të gjithë sa ka mundësi, unë gjithë energjinë e çoj kundër qeverisë. Por cili është shqetësimi i Partisë Demokratike? Ka vetëm një shqetësim. Shqetësimi i mbajtjes së kolltuqeve dhe t'i ngjiten kolltuqeve si balta pas kpucës, t'i mbajnë kolltuqet me zor. Ju një gara aty edhe bëni garë dhe shkoni merrini votat e njerëzve, votë që ndruat me budalliqe. Okej, ju thatë që Edi Rama argëzohet vetëm me votë, me protest madhe. Ose me protest, po. Po te votat dhe shkojnë. Me revolt. Tani, këtë energjinë e këtyre sallave, po, presupozohet që vim bas teje për të dëgjuar, por edhe për të ndjekur sepse mendojnë si ty. Tani gjithë këtë energjinë përballë leadershipit PD-s, për cilin ti je pa kënaqur, ti do e përkthesh me votë, do i kundërvjesh me votë leadershipit PD-s? Ke një plan? Kjo faza, po do them, kjo është një fazë e diskutimit që a shkon apo nuk shkon. Nuk Çdo njeri ka një plan në fund. Nëse ti nuk e ke të qartë një pikë ku do shkosh, pastaj ne kot diskutojmë. Ti e ke të qartë, po ndoshta s'do ta thuash. Po pse do ta them në publikun planen? Po sepse ti s'po le gjë pa thonë në publik kundra PD-s. Kështu që mund të thuash edhe kaq. Që unë mendoj se mund ta udhëheq më mirë PD-n se sa ata që janë elit PD-s. Po pse kundër PD-s dhe jo pro PD-s? Pse e qun kundër PD-s te? Pse po dën ti elit me individ? Jo, po dën. Se ju jeni nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të opinionit publik. Tani, po dën ti elit me individ apo elit me parit? Do ka një udhëheqës, ka një strukturë, ka struktura drejtuese, ka një program. Se po them këtë gjë, kundër leadershipit Partisë Demokratike, i cili e ka marrë peng Partinë Demokratike. Okej, pra. O zotri, unë nuk po dal të po them. Tash po të pyes, ti do përballesh me këtë leadershipin. Ke dëgjuar mua që të them, kam një pyetje. Ti do përballesh me këtë leadershipin vetëm nëpër salla, apo do shkosh të votohesh përballë këtij leadershipit? Unë nuk shmang asnjë gjë. Por po do them këtë gjë. Më ke dëgjuar ti mua që të them, unë po them prapë ju drejtojmë njerëzve. Se unë nuk jam kështu të them që zotri, statuti thotë që kush u zgjedh ikën dhe leadershipi i partisë iksen, se u vodhën, na i morën, të qajmë sot, të qajmë nesër, kanë do të gjithmonë. Po ta them unë, jo po them të tjetrën. Të matemi me njerëz, me votë, dhe të shohim kur të vi historia në fund, se si do jetë. Ka tjetra. Por nuk ka rëndësi prill apo kaluar në një gjë më mas. Por unë po bëj politikë zotri, po takoj njerëzit. Si ore ke parë se këtu është një domethënë këtë politikën ti ke bërë gjithmonë, ke takuar njerëz të treguar që ke mbështetur, domethënë këtë savoni e di cili është jemi në një moment tjetër. E di cili është problemi themelor që ka sot PD-ja, dhe edhe është bërë edhe bëhet edhe këtu debat publik. Dela pak a shumë po thotë të sakrifikosh për partinë. Problemi kryesor, jo, më di cili është këtu problemi themelor që vjen edhe në debat publik për shkak PD-s. Në vend që Partia Demokratike, leadershipi i Partisë Demokratike të kishte problem, funksionarët e partisë që nuk takojnë njerëz, aty ka njerëz që nuk takojnë asnjëri. Ka problem njerëzit si unë që mbledhin njerëz edhe fitojnë çdo garë elektorale. Po ky është problemi, pra, këtë jam duke thënë. Këtë duhet zgjidhim. Sipër që nga problem që një politikan pse mbledh njerëz ti dhe shan qeverinë.
Po i Ore, shmangesh tash. ore, pse mbledh njerëz edhe jo më nuk i shmangën fare. Unë po them thelbin më. Unë po bëj atë për cilën jam votuar dhe jam politik. Po takoj njerëz ose karrierën politik tani. Dhe po them, disa që ndrimë se si unë mendoj fiton për një demokratike. Aty po kërkonte Po vjen momenti i përballjes. Ai po thotë pris të shohim thotë. O zotri, se këto pyetje çfarë do bësh ti kur pritesh? Jo, nuk është pritesh, është për 2 muaj, nuk është. Ore këtë pyetje, çfarë do bëj? Edi Rama marrëzohet me votë 2029. Kemi një pyetje, kemi një pyetje tani pra. Të lutem. 2029. Marrëzohet tani me votë. Abileka dhe një pyetje që kam tani, çoj zgjidhje Abileka. tani. Po të shërbet. Me revolt. Ja, një sekond. Shiko, pyetja ime është, kemi një moment kështu tani, me momenti tënd. Nervozizmi i Partisë Demokratike është shumë i madh. Derisa ti të dalësh nga radhët. Pastaj ata dhe mund të stresin ore për bisedime. Nëse ti del nga radhët, Salian, ti je në rregull, shqetësimi vetëm i tyre, që të flasim hapur tani, se ne jemi gazetar dhe Ta themi hapur. Të vërtet. Që ta themi hapur, nëse sa ti të vazhdosh aty, do jenë me dhimbje koke, për shkak të gjendjes që kanë, që kemi thënë. Do jenë me dhimbje koke dhe tani ti mund të heqësh dhimbjen e kokës vetëm duke ikur. Dhe ata unë të jam i sigurt që do të lavdërojnë. Ti çfarë do bësh zotëri? Se Berisha ta ka hequr vizën. Po të hoqë vizën Berisha, 1 minutë më. Po të hoqë vizën doktori, të tjerë të flamurit të heq 5 viza, pasi të heq një doktori. Ka të tjerë aty që të heqin 13 viza. Bile dhe drejtori i komunikimit që është drejt për komunikim, që duhet të komunikojë me sa më shumë njerëz, Alfred Leda, edhe ai të heq vizën, po të hoqë doktori. Nuk komunikon dot. Soi, me atë. Tani çfarë do bësh ti zotëri? Aty brenda çfarë do bësh më vase? Brenda s'qas nga ata, po ti nga ti nuk e ikur, ata të quajnë brenda dhe janë të zëmëruar, se të gjithë kanë ikur. Unë do të jem. Shiko, ka 35 vjet që ikin. Ata thonë se sikën. Zotëri, mua. Dhe pse sikën? Ç'është ky njeri që ri këtu ton? Ja po ta them. Këtë çfarë do bësh tani? Po ta them unë qartë edhe Thuaj qartë. pastër. Unë nuk iki nga Partia Demokratike. Unë do të jem Partinë Demokratike dhe mua nuk më bëjnë dot as presion, siç mund të ketë vetë përjashtuar këtë. as trysni, as joshje. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet arrijë në nivelin që e kërkon shoqëria shqiptare. Shoqëria shqiptare kërkon një opozit me një format tjetër, qoftë në komunikim, qoftë në përfaqësim dhe qoftë në mënyrën se si duhet të ndërtoj kartën morale përballë qeverisë. Dhe betejën time, unë nuk e bërë në njërë se kam pas mik në një, se mos e dini se unë kam lindë se jam princi. Unë kam marrë për shkak të kontributit në politikë. Kam fituar gara, jam përplasur, më kam vjetë sa gara tjera në ca zgjedhje në 2014, edhe din shumë mirë. Tani unë nuk do të... Se unë nuk e shikoj që më hoqë shikimin dikush edhe mu prishtë herezia. Unë me përballem, unë s'kam pyetur për Edi Ramën, jo për në një që merr leje nga Edi Rama. Tani si, ti mendon që shqetësojmë nga kjo? Në fund të ditës, Ervin, ka një pikuarim. Pra, o do përballesh me ata që drejtojnë partinë, ose ke një variant tjetër që e ke në statut PD, si mund të krijosh një fraksion. Pas, ta thash pak më para, por nuk më ndikë, asgjë nuk është e por nëse ti do të krijosh një fraksion, fraksioni nuk është se unë përfaqësoj një grup njerëzish dhe mendojmë ndryshe nga çfarë artikulon Partia Demokratike në raport me tezat të ndryshme të politikës. Se fraksionet këtu ndahen. Nuk ndahen që unë kam 30 veta, ju keni 300 dhe... Po mund që do bëjmë fraksion. Po si pra, si do përballesh? Do në t'i thu, edhe do rrim PD, o zotëre, cilën ke... Edhe nuk përballe me këta. Cilë është pyetje? Unë jam përballe me ta, si nuk përballem unë. Unë jam aty për shef. Jo në për kështu. Po Tela, ky ka gjetur ilaçin pas 35 vjetësh. Kur të vi votat? O zotëri, ky pas 35 prill pra. Ore, di pse u dhëm koka aty. Për çfarë do gërësh? Për çfarë do gërësh? Ore, di pse u dhëm koka aty, më thotë ky ka gjetur ilaçin më, që nuk ikën. Por ti ke shqetësimin. Ore, ky ka gjetur ilaçin më. Unë do të them. Nuk ikën aty dhe. Do t'i dëgjoj. Aty ndaj u dhëm koka. Do ta them me etapa, që se do vi po ti ikte zgjidhem. Se jemi te kjo, do ta them tani. Po. Jemi herës tjetër të themi kaloj kjo etapa. Do vjen tjetër. Etapa e parë është të dëgjojmë, të shohim mirë, a ka shqetësim se unë them që ka shumë njerëz që mendojnë kështu si unë. Po, ka shumë. Leadershipi i partisë sot çka pak. Po e tregojmë që kanë çiksi shumë apo. Po. Faza parë kjo. Iku faza parë. Faza dytë, do ulem me këta. Me partinë, se ata janë parti ora. Po, dakor. Nuk janë. Dakor, mos u zgjat nuk janë rrogtarët. Po. Do prodhojmë dokument. Do të vim edhe këtu te ju, e do themi, ti do thuash më pëlqen kjo, unë do them që po. Ti do thuash më pëlqen kjo, unë do them është kjo tjetra. Po. Dhe pastaj do vi faza e zgjedhjeve. Do ta shohim. Këtu do jemi ne. Ne jemi ende në fazën e parë.
Po mirë, më çfarë do të them, çfarë do bësh ti mbas? Këtë ka ky që ti Kam një qëllim pra thu, ti thua unë do ndryshoj PD-n, po PD-n nuk e ndryshon thjesht do të mbaj qëllime. Më pak se një vit. Si një vit. Tash në prill. 4 muaj, ti e kupton. 3 muaj. Ky ka gjetur një lloj ilaçi që nuk është gjetur 85 vjet, nuk ti ikën nga atë. Është kjo që ka edhe Ai tha u vetë përjashtua. Po ky sikën, nuk jam vetë përjashtuar. Saljani sot s'ka asnjë. Duhet ta përjashtoj ai. Po ky vetë përjashtim nuk ka. PD. S'ka asnjë funksion. Pa si funksion, po. Saljani sot përfaqëson një qëndrim. Ky qëndrim mund s'ka nevojë të hyjë në votë. Ky ta përfaqësoj këtë qëndrim edhe pas edhe pa u zgjedhur. Po se i bën këtë. Çfarë vlerë ka ky qëndrim? Ka një Ore për herë të parë nuk e çaj bën. studio. Po pse bërtasin këta dhe nuk bërtasin për të tjerët? Se shpreh edhe të tjerët qëndrimi. Nuk e shikon terrenin për të futur sepse nuk beson që votat do numërohet, nëse bëhet jantar i vot për shembull, dhe thua mos ta fus partinë në këtë ndërç, s'po kandidoj fare, bie fjala. Ka mendime nga më të ndryshme. Po pra. Ajo që është më e rëndësishme është a ka PD-ja sot komoditetin për të larguar njerëz. E heqim Saljani. Ne kemi atë rastin Kamës, që doli ajo zonja atje, bëri debat në Flamur Nogën dhe e përjashtuan se këta nuk përjashtuan nga partia, përjashtuan nga WhatsApp-it. E përjashtuan nga grupi WhatsApp-it. A gjesh si tani grupet e WhatsApp-it sa njerëz janë përjashtuar për të kuptuar se ç'a vendimi është. Përjashtima WhatsApp-it për të parë ndodh. Këtë dëgjuar ti? Ky është fenomeni më i ri. Bilen për hotele po vajte të ftojnë, të futin në një grup WhatsApp. Po mirë pra, po. WhatsApp, Po pra, Berlin atë nga gjithë e kam unë. Po pra, po Saljani thot, unë du të jem aktiv, unë du të jem... Nuk kam telefonin, po Duhet Ata janë Steve Jobs i Shqipërisë. duhet parastroj diçka. Dakor, pra, po kjo që po thua është, pra Saljani do të jetë aktiv në jetën politike, por vetëm duke u marrë me PD-n brenda PD-s. Kjo i bie. Pra ka qëndrim brenda PD-s. Pra Brenda PD fillon politika, fillon në PD-s. Po atëre, ai nuk është riqtar, ai ka 12 vjetë që merret me këtë punë. E para është kjo pra, që këtu nuk bëhet, nuk kanë PD-ja, nuk e ka komoditetin për të larguar njerëz. E dyta është, që këta njerëz që PD-ja i thret, sigur janë kështu me vëshëllim, sigur nuk janë njerëz, këta nuk mund të vinë në çdo betejë të PD-s ose çdo parakalim që bën PD-ja për interesat e veta dhe pa dhënë asnjë rezultat. Këta nuk mund të jenë gati aty sa herë do liderësi i PD-s, kur nuk kanë një rrugë ku do shkojnë, kur nuk i takon askush, kur nuk kanë shpjegim për çfarë po ndodh. Minimumi duhet bënte PD-ja pas zgjedhjeve, që nuk e ka bërë akoma, nuk bënte këto treja. Thoshë ndodhi kjo, pse na ndodhi kjo? Pse komisionerët tanë, pse ata që ne emëruam komisionerët, ndoshta si tanët, na shitën, sepse ato vitet i tregojnë aty se si vitet vota në mes të qendrës votimit. Tregojnë që komisionerët e PD-s kanë mbyllur syrin. Nuk tregojnë vetëm që PS-s kanë vjedhur, po ka qenë ai PD-s aty. Dhe shumicën e komisioneve, në gjysmën e komisioneve, PD-ja ka pas shumicën. Dhe si ndodh kjo? E ka analizuar ndonjëherë PD-ja këtë gjë? Po pra. Pra, të gjitha këto nëse nuk bëhen, që nuk mund të thuash mbyllim gojën tani, jemi shumë mirë, kjo është gjendja më e mirë, ai na vodhi, mbaroi. Jo si vodhi ai? Ai gjeti, ku gjeti që vodhi? Po, Si do më japësh ti garanci mua s'do vjet prapë ai kur këta që me këtë vodhi. që hoshtë kur ai vodhi, që e pan aty kur ai vodhi, janë aty akoma? Këto pyetje PD-ja duhet ja përgjigje minimumi. Tani, Dhe Më jep sekondë se kam. jo. dhe që të përgjigjen njerëz. Kemi gjatë në fundit kjo. Dhe nëse ka ndërmend të rrezoj qeverinë me protesta, minimumi duhet të trajtoj këta njerëz si njerëz, pra t'u shpjegoj këto gjëra si njerëz me logjik. Po i përjashtoj të Thot, Besoj se i përjashton nga dhe pastaj do thotë tani do bëjmë betejë ku këto incidente që kishim nuk do na ndodhin më. Po se garantove njerëzit që këto do ndodhin, si do vesh? Do të përjashtoj muli pastaj nga WhatsApp-i. Se pak më se ka një gjë interesante shumë, se me Andrin e kemi bërë debat atëre dhe sot është pozita të kundërta. Ore, prandaj thashun që ka lënë manualin i kryetari i partisë aty, Basha. Këtë thoshte ai. Basha s'ka pasur manuale. Jo, një sekond. Po them po mirë, po duket, po them duket. Ore, duket sikur. Ore, një pyetje kam. Hapte doktorin. Si e mori sot partinë? Partinë, të lutem, partinë zoti Berisha. Hapte doktorin. E mori duke taku njerëz apo duke i kërku leje partisë? Cila ishte qëndrimi, se tani po më bën të rikthem se nuk doja. Cila ishte qëndrimi atëre i PD-s që quhej zyrtare? Ky, që një sekond, ta përfundoj. Qëndrimi, po pritër zotri se un po dua të fus në po themin logjik debatin. Ore, a ishte ky qëndrimi atëre që pse po del Sali Berisha tani, sepse po i çon ujë Edi Ramës. A ishte ky? A ishte qëndrimi, ore, ku do të arrijë ky me këtë? Po ja pra arriti diku. A u përjashtua zoti Berisha atëre? U përjashtu.
A do dhe atëre që queshin që ja organizon, prit, me qenë se është prapë të Elbasani, se është interesante, 4 vite para, në shtator 2021, foltoren e Elbasanit të zotit Berisha Athan e organizoj Suel Qela. Ore është moda mo. Dhe kam një pyetje. Kam këtë model, kam këtë model. Kam një model politikën. Tani kam një pyetje. Një pyetje që Por zotri, se debati publik thehet tek këto cicmizet në njerë këtu, jo të parimet. Por zotri, ti ke shqetësim që partia e më rëndësishme opozitare, përveç se këtu është një qeveri që vjedh, që shkel ligjin, nuk mban përgjegjësi. Ti ke edhe një opozit që trajton ligjin sikur të jetë kështu, thotë, ky që mendon ndryshe është i përjashtuar. Ke ndonjë qendrim për këtë ti? Se thelbi është raport me ata që çfarë bëjnë pushtet, se ju po disi po trajtohet të gjithë këta që thonë këtë gjën, më trajton sikur jam unë kryetar partie dhe sikur ata janë opozit. O zotri, unë kam një mendim ndryshe. Ke parti njëri që për shkak të mendimit edhe për shkak se mbledh mira njerëz të dalë dhe të sulmohet më shumë se sa sulmojnë qeverinë. Ke parti kështu? Nëse ti thua kam modelin, si që ka bërë zoti Berisha për balë bashkës, dhe këtë gjë do ndjek, bëje, po ty që pasaj ishte çfarë kosto e ka kjo? Kjo ka këtë gjë. Ke një shqetësim ti për këtë që ke dhe opozitë njësoj si qeveria? Se ky është shqetësimi. Ore, kemi qeverinë, kemi një njeri, një model në qeveri, të lutem, kemi një model qeveri që vjedh, përjashton, vendos këtë do, nuk pyet për spakun e banatesi do, azjeson partin, tani përballë që të kesh një opozit. Ju, zotri, keni një shqetësim këtu për këtë? Gati çdo të hën, zoti Rakipi këtë shqetësim e trajton të opozitës. Po edhe unë e kam. Këtë shqetësim, se kjo nuk do thot çdo të hën. Patjetër e kam. Ore, kur është përjashtu zoti Berisha në vitin 2021 e ke pas të qëndrim. Tani pse nuk e ke? Jo, unë këtë po pyesja pra, apo ndjek njëjtin model dhe ti the po. Përpara u shmangë kësaj përgjigje. Ore, shqetësim, jo nuk thash po. E ke këtë shqetësim apo ta bëjmë debatin? Po, e kam. Debatin publik është ky më. E kam. Ore, ajo partia fiton një parti politike që është njësoj si qeveria. Përveç një ndryrje, ja të lutem, Vokshi, një moment dhe pastaj kalojmë në 2-3 pyetje të rëndësishme dhe po me sa më shumë ti koncentruar dhe më shof diçka të Saliani, ka një problem sikur flet me doreza, pra kursen shumë gjëra tek e folura. Po të humbë ndoshta njerëzit. Po pra, jo, nuk është çështje humbjes njerëzve, mendoj se fiton më shumë njerëzit, nëse nuk flet me doreza. Tash ju jeni aty, un kam qenë dikur dhe kam dorëzuar atë kartën. Tani, shqetësimet e demokratëve kanë qenë këto. Pra, ka njerëz të cilët shkojnë në zonat elektorale, vetëm hanë drek si deputet, i fusin ja 2 shishe verë dhe kthehen në Tiranë. Janë skualifikuar njerëz, djemë dhe vajza në gjithë Partinë Demokratike për shkak të interesave shumë klienteliste ose legve, dhe janë futur njerëz që nuk e meritojnë. Pra, i thoni do t'ju këto dhe diçka tjetër. Ku do në politikën botërore është shumë rëndësishme të dihet kush po vjen, kush po sfidon. Por ju është thonë gjithmonë që e solli Henry Qilin PD, është produkt i laboratorit të Henry Qilit, është i Sorosit. Pra, në thelb, në Partinë Demokratike, ti kush je? Pra, të ka sjell Henry Qili me inkubator, pra ka qelur veza Henry Qilit, apo ke diçka, ke një histori personale, histori familjare, pra kush je? Pra duhen të dinë demokratët kush është ky personi. Ja të përgjigjem nga kjo e fundit. Kush është ky personi që po na sfidon ne këtë liderin e madh të demokracisë, të votës lirë. Pra duhet mendoj se është nevojshme ta dim dhe ta dim njerëzit. Pra kush po sfidon ato tabun. Zero lidhje, shikoj, në profesion mund të ndodhë që të kesh kontrata apo kontakte me fondacione apo me gjë tjetër. Unë kam zero lidhje historike, asnjëherë nuk kam pas asnjë lidhje me fondacionin Soros apo me Sorosin. Zero. Nuk është se po të kishte ndodhur nuk do ta thosha. Kam pas zero lidhje asnjëherë. Unë nuk jam fut Partinë Demokratike nga asnjëri. As nga Henry. Por është ka thithë Sorosi se ka njerëz që nuk i tret vetë Sorosin. Po mirë, nuk ka rëndësi. Mund të jetë për të gjitha arsyet e mundshme, unë po them nuk jam. Edhe ne për shembull dhonë një bilet kur syer shumë nuk ka hedh. Ndërsa unë këtë po të them, pra nuk ka rastis dhe nuk ka asnjë lidhje. Pjesa tjetër ka një gjë që bëre mirë që më pyete. Unë kam lindur në Partinë Demokratike, familja ime është në Partinë Demokratike. Unë kam qenë në gjimnas, antar, aktivist në forumet. Ai të ka vetë përjashtuar, ti thua kam qenë se ka rëndësi kjo për njerëzit. Baba im ka qenë kryetar në ndege, ka qenë kryesi, ka qenë në funksion në Partinë Demokratike. Unë jam lind tu, unë nuk kam marrë nga Partia e Punës dhe kam nduru parti. As nuk kam ikë në sigla të tjera. Kam qenë në siglën e Partisë Demokratike. Se kush ka ardhur nga Partia e Punës? Po kam edhe njerëz që kanë ardhur nga Partia e Punës për shkak të moshës. Kanë qenë atë parti, kanë ardhur këtu. Kanë qenë parti, kanë qenë sigla të tjera, kanë ikë. Unë nuk kam ikë asnjëherë nga Partia Demokratike.
Ka rastis, kam linda. Ore të gjitha aty kanë lindur Pashka i shkretë të lindi dhe u vra aty. Po pra, kështu që Nuk është ka që... në këtë sens, po mirë, po vinte me një histori caktuar, po Dakor, po nga... Tani, Të gjitha aty kështu lindur. që nuk qëndrojnë asnjëherë nga këto, janë Të gjitha aty vdiqën. Ka marrëdhënie nga këto që edhe në këta se nuk kanë... Ata ti thonë, ka zënë vend në PD. E di, pra di, thonë, po edhe unë prandaj u përgjigja. Ai në PD ka qenë edhe me shkop të dera PD-s. Lidhje. Për të mbrojtur PD-n, për të mbrojtur Partinë Demokratike. Për të mbrojtur Partinë Demokratike. Dhe ka qenë ajo ka qenë në katë të tretë. Ajo e shkopit. Dhe kur e shap një derë e caktuar, se kam sqaruar, po e sqaroj prap, kur është hedhur gazi Lotcjellës, që nuk e kemi hedhur ne, se unë jem ka tretë, se duket nga droni ku e ka kap atë, unë kam dash që të hap dritare caktuara se ishte më mbytës aty. Por, unë rridhe me shkop në dorë për të mbrojtur bindjet e mia. Po pse ti mendon që ata, se tani po e bën kështu, kujt i dola me shkop në dorë, unë i dola do kujt që më erdhi e më tha që të lutem kështu, apo njerëz që mund vinin edhe të priteshin për shkak se përplaseshin dy drejtues. Pra, ishe këtej, Jo, më kam qenë... kalove këtej, tani po del prapë për balë. Kjo është që ti bësh shërbim atyre që ta kanë thënë. Tela e ndihmon Nuk pak. është kështu. Jo ndihmon. Unë kam thirrur Çdo që ka thënë këtë, ky është një shërbimisht që jeta themon. Po jo është pa vërtet, pra. Po e thonë pa vërtet. Jo, ishën pra me Lulzim Bashën. Jo. Kalove. Po thot pa vërtet. Po del po thot pa vërtet. Basha ishte bythë brek me. Po thuat pa vërtet. Po jo, po thuaj pa vërtet. Jo, thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën. 5 ditë e fundit Basha nuk ka qenë me doktor. Unë jam i vetmi njeri që nuk kam lëviz. Unë kam qenë Basha jep të jetën për doktor. Lutem. Unë kam qenë te sigla e Partisë Demokratike. Shkoj sigla e Partisë Demokratike, u bë kryetar Sali Berisha, kam qenë te sigla e Partisë Demokratike, është Partia Demokratike sot, këtu jam aty. Tani një pyetje kam unë nuk kam bërë koalicione as me parti që i kam sharë, unë nuk kam bërë as kam mikur në njerë me qeverin, unë nuk kam marrë as ish ministrat PS-s të bëj deputet, unë nuk kam marrë as ish deputet PS-s të bëj deputet, unë nuk kam dëshuar në qëndrim ndaj askujt. Unë nuk kam qenë nga ata që kam përmendur me emër edhe i kam shkuar tani Berishës. Unë kam thënë një gjë. Unë kam qenë te sigla vëlla, si ke qenë aty Ato ti bën pyetje të tjera më vëlla vetëm. Vërtetë. Po që i them unë, Jo, i thot njëri që i them. Po dakord, unë po them me çfarë i ka thënë. Sepse ishte të gabuar nuk ka. Ishte pa vërtet. Tela ka drejtë te sigla. Kam një pyetje. Kandidoj. Po mirë, kam një pyetje po të them. Kandidoj me siglën e Partisë Demokratike, se Lulzim Bashë nuk e zgjodha unë, e ka sjell Pyetje nuk të lejoj unë. Po ti ke votuar. Ka votuar unë. Vetëm flamurin lejoj të bëj pyetje. Ti ke votuar. Vetëm flamurin lejoj unë të bëj pyetje. Tani, dëgjoj. Si mund të thuash ke qenë aty, unë kam qenë te sigla e PD-s gjithkohon, vëlla. Se themi thonë më gjëra, do unë po t'i them ty. Po jo, më nuk e kam. Ky është konstatim i parë. Po se konstatim vëlla, kam qenë me PD-n. Ke qenë e PD-s. Ke qenë me kryetar Lulzim Bashën. Kur ke pas shkopin në dorë, ke qenë me Lulzim Bashën. Kush ka qenë atëherë me tjetër me Lulzim Bashën? Të gjithë ata që janë. Ka qenë gjithë me Lulzim Bashën, është partia vëlla. Patjetër, pra unë këtë të thash. Ishe këtej. U bashkove me Berishën, u bëre kryetar demokratike. Dhe tashti ke dalë përballë, pra. Është e pavërtet sepse kjo është një narrativ që duan t'ia udhëzojnë disa njerëzve. Po ta them unë qartësisht. Unë kam qenë te sigla e Partisë Demokratike, kam shkuar kur ka dalë shumicë zoti Berisha. Kam shkuar dhe kam thënë që po, unë i njoh që ka marr votën. Kam qenë nga të paktët, 4 njerëz kanë marrë bashki. Kam shkuar drejtues politik, kam 2023-ën. Kam marrë. Jo, po tjetrën. Mos i tregos. Jo, më thuaj një gjë. Çfarë më ka dhënë mua Partia Demokratike? Ma thuaj pak ti. Se unë i kam dhënë këtë fitoren këtu, më ka përjashtuar në 2021-in, kam hyrë me garë. Po tashi, unë mendoj që ti... Tela tani ti jem plotësove. Unë mendoj këtë, ja një sekundë. Të kjo çështje e shkopit, kjo është shumë e rëndësishme, sepse është identifikuese për Sali. Dhe Saliani nuk do ta justifikojë. Për mendimin tim, njeriu do të thotë gabova. Të marrësh pjesë në një luftë civile, në çdo krah që t'jesh. Po s'kem është gabim, ai është gabim i rënd i PD-s. Po, kushdo që ka marrë pjesë në luftë civile, do të thotë ne gabuam. Ne menduam që ajo është zgjidhja, po s'është zgjidhja. Po Saliani po të rinte jashtë nuk do ishte në asnjë grup. Jo, s'ka lidhje në luftë civile, s'mund marrësh pjesë. Në luftë civile, në luftë politike mund futesh. Po në atë luftë, në atë betejë nuk duhet futesh. Doktori e ndërtoi aty luftën. Të lutem të rikthehemi pak Të rikthehemi pak te ai moment. Jo, nuk rikthehemi dot se kemi. Po mirë se u tha. Mirë, atëre thuaj po 5 fjali. Po. Ai moment ka qenë momenti për Partinë Demokratike në 35 vite një nga momentet më të dëmshme për PD-n, që gjithë secili që ka marrë pjesë duhet kërkoj falje. Nuk po them unë që është një moment krenarie, por po them këtë tjetrën. Ne jemi thirrur në prit. Unë nuk kam ditë atë ditë, ashtu si shumë kolegë të tjerë që aty janë vendosur blinda.
dhe 2 herë të mbyllura. Jemi thërrit për mbledhje. Kemi shkuar për mbledhje, jemi gjetur ne brenda, disa demokratë tjerë, demokratë gjithë. Edhe aty për shkak mendimit. Ja kam thënë, se kam thënë dhe në publika, atëherë kemi qenë debate. Por pse hapeni ty... Specialitash. Se ka rëndësi kjo. Hapeni këtë derën dhe tyrën, se nuk ta jep legitimitetin, kam thënë. Po më në rregull. Nuk ta jep legitimitetin Godina. Okej. Dhe në atë moment nuk kam qenë unë duke gjuhet njëri, më shkati tret, se është me dron, duket është. Ka qenë në mbrojtje. Po jo, pas nuk kam qenë, ka qenë kati tret o burr, që lidhje ka. Ka qenë disa brenda, disa jashtë. Po për simbolik sa. Ma atë gjeti o burr tani çat kishe, aty kishte edhe me armë lart. Po simboli, po të themi ashtu. Sa ndërtojt mos u fut. 1 minutë tani. Shiko sa interesante. Tani e dua shumë shkurt. Narrativa është kështu, se cili që ka fuqinë që të ndikojë te njerëzit është kjo. Tani, se gjitha është e narrativa. Do më thënë, problem është kush është në mbrojtje. Dakor, mund tjetë edhe kështu. Tani, do dalim pak minuta. Atere, e kam të andim ose ka një inkoherencë të frikshme sot. Atere, në atë situatë, jep të drejt atyre që ishin në opozit, jo leadershipit. Tani, jep të drejt tyre që janë leadershipi dhe jo ata që mendojnë ndryshe. Po ke inkoherencë të kjo. Kalove pak më shumë. Shmangesh pra komplet. Kalove pak më shumë. Shmangesh po e përdor. Po ti po thua, unë nuk e di se çfarë ti po thua. Ti si as ngar o zotëri, po ti je ngar, dakor. Ti po thua. Edhe tani se ta akuzon për garë, pastaj po kalove më tej tani. Çfarë do bëj pas nesër, nda PD-s, por ndërkohë më thua, a nuk e peti sa mire bori doktor Berisha që doli përballë Bashës, por ja stop dhe mori partinë. Unë jam këtu dhe ti nuk thash sa mire. Pyetje unë. Thash që bëri mirë apo keq, bëra keq. Ju lutem. Pse është ashtu? Zoti Saliani. Shumë mirë bërë. Sa më shkurt, shiko, kam të... Po nuk e thonë ka model, du ta bëj kështu. Po tu nuk e di si të bëj. Spektakël demokraci. Eqi, për një moment, ai është brenda, eqim fenomenin Saliani, për një moment, është brenda komplet, por dalim në një pikë më të përgjithësuar, më të rëndësishme, se të gjithë faktorët që janë aty. Tani unë e duam fare me 5 fjalë, tani do të jemi sa më dinamik. Si shpjegoni ju faktin që pavarësisht skandaleve të shumta që kanë ekspozuar hetimet e SPAK, nuk kanë reagim shoqëror. Njerëzit janë indiferent. Pse mendoni se ndodh kjo? Unë kam edhe një arsyetim timin, ë? Do me thënë që... Po më pyet mua, po... E ty, po unë kam edhe një timin që ne mos jemi një popull indiferent, o zotri. Jo. Që nuk ka... që ka që meritojmë. Ta zhysi topin tash. Që do thotë? Ta zhysi topin tash. Po jo, nuk e zhysi topin. Jo, por nuk po e zhys që mos shqetësohet Andi, mos ke Sot është shqetësove më shumë. Si e PD-s apo por i leadershipit apo po çfarë zhytje topi ka këtu? Ma thuaj çfarë duhet të them, cila është përgjigjja që të të pëlqejë ty? Këto pra njerëzit nuk e pëlqen, po duan mënyrën se si drejton po. Ja, 1 minutë, sinkronin lutem, ja 1 sekond. Ja, e tha. Për telen, sinkronin 2. Prej 2 javësh, rrugët e Teheranit dhe qyteteve tjera Tiranit janë të mbushura me opozitarë të guximshëm trima, të cilët pavarësisht nga masakrat, bëshrit e ajetullave obskurantistë ecin të sigurt drejt fitores. Opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protest me datën 24 janar, në të cilën t'i japi mesazhet e qarta për fundare Edi Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit, prano ligjin dhe kushtetutën. Përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës, me 24, të gjithë në këtë shesh, për të treguar fuqinë e bashkimit të shqiptarëve. Ftojnë çdo tri të këtij vendi të ngrihet lartësinë e idealeve të tij dhe me guximin, energjinë të bëjnë çdo gjë për largimin e këtij regjimi armiqësor ndaj shqiptarëve. Faleminderit. Dhe unë si gazetar, e drejta ime është të bëj pyetje. Po unë kam dhe një dyshim timin që ky është një popull indiferent. Dhe e shkuara të ne e shumë afër. Kolegu im Bushati e thot gjithmonë që në diktaturë shumë e vështirë, mirë në diktaturë dakord, votat i vjetë Rama. Po njerëzit pse dalin shesh? Të jap një përgjigje unë të përgjigj zotit Tela. Po shumë shkurt, Po shumë shkurt. Jo vetëm zoti Tela, po gjithë... Po jo, me qenë se ju duk sikur ti po ngrihet topin në përgjigje, të jap një përgjigje që qetësohet. E kam fajin unë, prandaj nuk dal. Top nuk dalin njerëzit zotri. Mirë, vota i vjetë Rama. Që qetësohet, e kam fajin unë. Jo, dakord. Jo, me kam unë fajin, prandaj nuk dal. Ai mbush sallën. Au qetësove ti me këtë. Ai këtë. mbush sallën.
Po, tani... Pa një sallë... A dëgjon di, ja pra, dëgjon. Pa sallë e kishte Saliu aty mund. Po jo më më se kishte, po ta them pra, kam fajin unë. Hajde. O zotri, ja pra po ta them. Ja, të lutem. Po. Është me përgjithme kjo se... Ja të përgjigjem konkretisht. Se nuk im lidhen as aty. Po, ma të thash. Aty, në sheshit. Po, le të përgjigjem për sekundë, se ka... Po. Ore ka një tezë, që nuk dalin se këtu është regjim, apo ja? Po pse vinë aty në salla? Ma thuj pak. Pse vinë, ova? Dhe po ta them prapë qartësisht me qenë se thu kështu, po, nëse Partia Demokratike nuk ndryshon, do ta therras protestën, nuk e kam bërë deri tani, që mos duket sepse unë jam Partia Demokratike. Dhe unë them që po, në datë 24 janar duhet të dalin gjithë në Ore që të heqë Edi Ramën do... Sallat i mund të mbushës 30 vjetëresh në zotëri. Që të përmbysë Edi Ramën do 100.000 njerëz, 200.000 njerëz. Në çdo vend. A duhet dalin gjithë secilit mbledhin nga njerëz edhe cjellin në shesh njerëz? Pyetja që ndron këtu. Ore, se mbase e di, se sot nuk e di pse ishe si funksionar, ose më duket mua, si këta të leadershipit, qa ore ishte në datë 24, ta bëj thirrjen unë edhe nga këtu. Po, ajde një datë 24, më dukesh si pjesë e leadershipit sot, nuk e di pse, mund të kemi si kështu, po më duket... Për këtë ankohesh i të PD-ja. Pra tani... Ja, për këtë gjë në ankohesh, po elita e PD-s, mua musulmon, po nuk sulmon, jo, fare, ku të gjë, po shpojt balqare, unë ty të kundosh. Dëgjoj, ore, ti thua ngriti topin, o vlla, si mund thuet të ngriti topin ai për ta zhyt ky? Kjo është sikur e palë politike, pastaj. Ai drejtuesi i emisionit bën pyetje, ti thua zhytet. Kjo është palë, pastaj. Po t'ishte dhe siç ka qenë Flamur Noka aty, ka marrë të njëjtën mesazh nga unë përballë. Del ti, po të bëj një... Unë po të them gjë, unë nuk po... Është radikalizuar pak, është radikalizuar. Unë nuk... Nga qendra ka ikur pak në të gjatë. Unë thashtu... Radikalizuar, tela është radikalizuar. Unë kam të pyetje, ore në datë 24, po, unë jam tek funksionarët e Partisë Demokratike që bëj thirrje edhe në takime, edhe kur isha në takimet... Ti do vesh në 24? Pa tjetër, mo, dhe unë bëj thirrje për të shkuar protesta. Aty në fush nuk të Pyetja ishte kjo, se ikëm nga pyetja duke u marrë me emrin, prandaj kam shqetësim unë, edhe në debat, se nuk del debat publik pasaj e vërteta. Ore, pse nuk dalin njerëz të shesh? Unë mendoj që kemi dhe ne një problem. Një parti që merr 500.000 vota, mos ketë fuqi organizative, lere më pjesën tjetër e frymëzimit, që dalin 200.000 shesh, mos ketë fuqi që në 500.000 votus të nxjerrë 20.000 veta në shesh, po kemi një problem edhe ne pra tani, edhe unë nëse do. Ja që mos ketë problemi është ndryshon kjo gjë. Mos u ngriti topin në Partia Demokratike duket që ka një ngërç. Aty nuk ishte njerëz... Pavarësisht nga indiferenca e njerëzve, pavarësisht nga indiferenca e njerëzve, Partia Demokratike ka një ngërç që nuk arrin dot të ketë mbështetje në militante. Pse? Edhe në tryezën që organizoi doktori, zgjidhje për Shqipërinë kishte më së shumti partia aleate. Fatmiri, Bilenart Noka mungonte, Jenisheri ishte, Gjuzi. S'ishte pras, s'ishte aziftuar, më thonë. Iku mo. Jo, s'ka qenë fare. Po pse Ideja është kjo. qasën? Në qofë se ti u thua njerëzve hajdeni në datë 24 janar. Për çfarë? Për çfarë? Kjo është pyetja. Pyetja para PD sot është kur do të fillojë aksionin për rrezimin e Ramës, se ka thënë kam një aksion plan. 24 është fillimi i aksionit, Po fundi. apo është një manifestim si gjithë tjerët? Siç vjen aty thoj. Po Për çfarë? me shumë pyetje, me shumë. Dhe si mund të vinë njerëzit kur ti nuk po di çfarë të thuash më? Ne s'kemi orë sot akoma. Ora s'u punon vetëm 2 ora. Kemi, Se ajo fillon në orën 6 zakonisht të darkës, po themi, dhe çfarë do ndodh? Mbyllet në 7. Çfarë do ndodh pastaj? Tani, Se u bë një protestë e madhe në 10 orë. kjo nuk është një pyetje retorike, kjo është një përgjigje që Sot nuk i shkuan se i fliste për atë të Iranit, i kishte me Iranin sot, me regjimin e ajetullave, dhe s'ishte çështje shqiptarve. Po në Iran... I kishte me iranianët. Nga 24, se dhe 24 Kishte ka me në fat... ajatullat. Ja të lutem se ndjes. kemi dhe ne këtë të Ora Iran. ka një kështu, po Irani është regjim? Në djenin tuaj. Regjimi plot. Është regjim. Mi madh se Çik represiv është ai, ka vrarë qindra njerëz deri tani. edhe fëmijë. Edhe fëmijë. Pse është çuar ngritur popullin gjithë e Iran? Dim gjëna për këtë apo? Janë ngritur gjithë Tani ka me mos mbushjen e sheshit ka një problem. PD-ja vetëm me organizatën e saj në 5400 seksione partije mund ta mbushte sheshin. Për një ditë. Vetëm me kryetar seksioni. Po të marrim piramidën e organizimit ose bazën e organizimit. Mendoj se njerëzit janë zhgënjur aq shumë dhe shumë herë, sa që tashmë janë bërë cinik. Pra, nuk është janë zhgënjur vetëm nga fakti që partia në fjalë humb, por janë zhgënjur edhe nga mënyra se si sillen hierarkët e lartë. Ne, nga që jemi mësuar dhe jemi ambientuar me të, nuk e dallojmë ose nuk na bën përshtypje, por është një parti shumë agresive.
po të vëshërë në marrëdhënie me njerëzit është parti shumë agresive, me gazetarët, me moderatorët, me median që nuk i shkon pas, me antarët e vetë të cilët guxojnë të flasin dhe në një farë mënyre, me këtë lloj sjellje i ka trembur plumbat nga çatia dhe ka humbur respektin e njerëzve. Pra duke mos mundur të krijojë një epërsi kulturore në shoqëri dhe një epërsi argumenti dhe të jetë pak më avangarde se sa PS-ja, se nuk është më avangarde se sa PS-ja, pra PS-ja është e stabilizuar aty tek klientelizmi, tek shteti, tek tenderat, tek marrëdhëniet me këta të fortët e qyteteve, mirë po kulturalisht partitë opozitare nuk po dalin dhe nuk po bëhen dot më simpatike. Dhe kur them për partitë opozitare kam parasysh PD-n, sepse pjesa tjetër nuk janë të certifikuar zgjedhje pas zgjedhjes për të pasur atë legitimitetin për t'i thirrur njerëzit në protestë ose për t'u besuar njerëzit për shkak të historisë së tyre qeverisë ose për shkak të sjelljes që kanë pasur. Dhe ngërçi që thonë ju zoti Rakipi është pikërisht tek kjo sjellja. Pra njerëzit kanë filluar t'i marrin inat, jo për shkak se po vjedhin këta sepse në pushtet është Edi Rama, por kanë filluar t'i marrin inat për shkak të mënyrës se si sillen. Pra nuk janë më simpatik nga ana kulturore. Pra vetëm mufka dhe bufa bëjnë. Vetëm meme bëhen këta. Në vend që të bëhet meme qeveria, bëhen meme eksponentët e opozitës. Që meriton 100%? Po qeveria ka problemin më të madh. Duhet bëj meme qeveria me justifikimet që jep, me këto gënjeshtra që jep për rastet e aferave. Duhet bëshin ata meme qeveritarët. Çfarë ndodh bëhen këta meme? Pra këta thonë, brenda javës dorëzohet Edi Rama, e janë një protest, edhe do arzojmë thot me datë 24. I merr me datë 24, i kthen prapë në shtëpi. Të gjithë mprefen ata që sot do shkojmë dhe do arzojmë, nuk kthehemi në shtëpi pa arzuar. Këtë bën të Lulzim Basha. Lulzim Basha nuk çuan e larguan për këtë. Kur plasi foltorja thanë, ky Luli na merrte neve dhe na. Se për shembull edhe ty dhe Teles, për shembull, doktori ka filluar të flasë shumë për gjeneratën Z. Kush gjenerata Z? Cila është gjenerata Z kush është tani? Gjenerata Z i ka me alfabeta, i ka me këta të fundit që janë mosha 70 vjeç. Ka nga alfabeti. Po s'ka Z. Ka Z aty. Ishte edhe të rinj aty sot. Po ka janë kushërinë të deputetëve që i marrin me vete, lutem. Ja 2-3 gjenerata Z. Janë kushërinë të deputetëve që i marrin me vete. Aman hajden protestë për mua, mos shkoj vetë. Çfarë tha ai riu që ishte sot? Se me të drejtë se nuk e kam se kërkoj ndjes nëse depros. Kam tek ata që them që ky është i kap ky kështu. E thash për shkak të qëndrimeve më duket si kështu. Sot ishte një ri, di çfarë tha apo? Se thot ande, po. Ndjes, zot ande për shkak misis. Doli një ri, di çfarë tha ai riu sot që doli? Ai që doli sot. Doli dhe tha, keni stagnacion, tha, nuk i japni rrugën të rinjve, ka njerëz që janë promovuar pa drejtë, ja u tha aty në sy sot foltora. Pra doli dhe tha një shqetësim ai që primarët nuk u respektuan, tha, nuk u respektuan primarët, nuk u respektuan rregullat, ai riu që doli, foli me një logjik normale që e ka shqetësim çdo demokrat. Ai ishte kështu. Po ja pra, kishte, po tha këtë gjë. Pra ja që edhe aty, në publik, po ja pra se kam një gjë, pse atëherë është shumë keq tek unë dhe shumë mirë aty. Ai riu që doli aty, është takimi organizuar nga leadershipi i Partisë Demokratike, që edhe unë marr pjesë kur jam. Tha këto gjëra që thuhen edhe në takimet që po bëj unë. Pse kur thuhet aty që nga gjë e mirë, dhe pse është gjë e keqe kur thuhen në takimet që... Do të krahasohesh me njëri që u njoft sot kur doli te foltorja. Nëse do të krahasohesh me atë, pse takimet... Jo, po krahasojmë atë që ka leadershipi. Pse kur bëhen takimet nga partia, nga leadershipi i partisë dhe thuhen këto gjëra, është mirë, dhe kur organizojnë takimet nga unë, apo nga demokratët në përzona, që nga Po çfarë mendon ti pse? Pra mendon se Partia Demokratike është pronë e Sali Berishës që ja kanë njohur vetë antarët atij? Ja ta them unë pse. Sa ai e thotë Sali Berisha. Sepse këto duhen thënë për fasad. Nuk duhen thënë si mendim dhe si qëndrim. Jo realisht, mos e kesh me vërtet. Pyetjen e fundit që kam mund tani është pavarësisht nga mendimi që ne mund të kemi Sali Berishën, ai është legjitim si kryetari i opozitës sepse merr votat aty. Njerëzit i zgjedh për t'i dhënë votat. Dhe është dhe drejtë e Sali Berishës ta bëjë këtë punë. Kështu siç e bën ai. Ndoshta ai s'do më të fitojë këto gjëra. Po tani lind një pyetje. Do bëhen zgjedhje për kryetar, le që ty të qasë njëri aty kot ta them unë. Ta kam thënë ja 2 herë. Kjo do të grup në WhatsApp tjetër, pastaj të kandidoj. Ty të pranojnë në WhatsApp ata, jo të pranojnë aty të kandidosh. Se tani ata thonë kështu, rej çmendër është ky. S'na ka ndodhur kur thotë që ky nuk ikën.
është vetë përjashtuar, thotë dhe nuk na ka ndodhur kur kjo gjë. Si sikën kë? Habitën të gjithë aty. Dhe Gjinishi që ka ardhur për pjesën tjetër, iku, u tremb dhe ai nga kjo gjë. Sot se dhe ai mos është i zhmendur ky Zaliani, thotë, që ata është vetë përjashtuar dhe nuk i ç'është ky njeri për herë të parë, pas 35 vjetësh. Ç'ai bën? Se ai aty është. Pas, edhe ky Eduard Selami, kur ishte kryetar, nëse të kujtohet, 95 nuk ikte, i thanë një kik. Nuk ikte dhe pastaj e mori zvarë i zeti këta. E pra, po ka qenë... E morën nuk e qasën brenda, në kongres nuk e lejuan të hynte. Ka pas një diferencë, pra, se prapë edhe... Ore nuk e lanë të hynte në kongres burën e botës. Po mirë, ma më pyet dhe një apo dhe... Mi më të vazhdo përgjigjen se unë. Jo, mirë ta disë. Po pra, po... Që ta di që ndodh. Ti nuk hyn dot në kongres. E di cila është diferenca apo jo? Po. Sepse këtu do më thënë, prandaj duhet të thënë që ore ka qenë kryetar partie ai që nuk ikte, edhe në rastin e Selamit ka qenë kryetar partie. O zotrej, unë jam... Ore, kryetari partisë nuk u pranuan kongres. Ti ata të marrin zvarë. Po mirë më tash... Kryetari partisë më nuk u Do pranuan. ta shohim. Ky është kongresi i parë në botë, ku kryetari partisë nuk pranohet në kongres. Tani Nuk lejohet. Dhe Eduard Selami shkret. do jemi prapë... Nuk është pranuar më. I thanë ata, s'ke punë këtu brenda. Po. Tani ti antar i thjesht i Partisë Demokratike, i vetë përjashtuar, Je i paralajmëruar, thuaj. dhe i paralajmëruar. Po çfarë fletë, burr? A e kupton tani ti? Mirë, po ata prap janë të zëmëruar nga kjo që ti s'po ikën. Prap duhet... Ore, ç'është ky njeri çuditshëm? Duhet të themi disa të vërteta si... Thuaj të fundit tani dhe ta mbyllim ne. Kryetari i Partisë Demokratike të atërshme, me shumë respekt për të unë sot, Eduard Selami. asnjë gjë, po tjetër, po ai kishte këtë fuqinë për të organizuar njerëz edhe këtë mbështetje tek njerëzit. Pra njerëzit kanë qenë tek diku tjetër atëherë. Kush ka lindë aty? Po pra, por nuk ja ka lënë pra. Ndërkohë këtu ka një gjë që duhet të thënë kështu siç është. Unë nuk jam është rasti i parë në Partinë Demokratike që pa Një miku ynë shumë i nuk e dia më le të ja them emrin. Po sfido. Po t'ja them se ai nuk e çan kohën. Në këtë formë. Filipi Shkaguni më shkruan që sot duhet mbështetur Berisha, sot se tha për regjimin kriminal dhe diktatorial të Iranit që vret protestues në shesh. Ka të drejtë sot që duhet mbështetur. Thot Filipi. Duhet mbështetur me gjithë forcën sot. Opozitën, thaj, do mbështes. Do mbështesë. Por edhe Filipi tani, edhe Filipi ka thirrë mendje sot. Pra, Do mbështet opozitën se Zoti Berisha sot tha kundër Iranit që ka vrarë njerëz në shesh. Po. Tani, ç'kishte për të thënë Salian tani që ta mbyllim se ne do të thresim gjithmonë dy të. Tani ti e kishe pyetje me shumë kështu këtë, nuk është se kishe vetëm. Izolim s'të bëjnë dot tani këta ty. Po pra, Izolim gjë, jo se tani një gjë të garantoj, nëse vetmja formë që ka se interesante shumë. Edi Rama merr një vendimmarrje përdor gjykatat për të më shmangur nga gara. Nëse Partia Demokratike përdor të njëjtat mjete si Edi Rama për të mos dëgjuar mendimin ndryshe dhe për të përballur, do gjejmë forma. Pra nuk unë shpresoj shumë që të mos shkoj logjika tek që këtë punë ta zgjidhje po themi në mënyrë të arsyeshme se si i shërben Partisë Demokratike, mos shkojmë në përplasje të tjera sepse do jenë të dëmshme për gjithë. Interesi im është që të fitoj Partia Demokratike, se ndryshe unë funksion kisha drejtues në një zonë në Tiranë të 6, pa antar kryesie, nuk kam ndonjë shqetësim unë për karrierën personale. Logjika është do bëjmë një përveç se disa thonë i vjedhin zgjedhjet, disa thonë munden. Ore këtu ka një gjë. Ore karriera ty. Haroje se fjalë e vështirë është kjo karrierë. Haroje që merr aty karrierë. Kështu kemi thënë edhe herë tjera, se kemi qenë, nuk është se nuk i kam thënë unë, po një gjë unë e them qartësisht edhe besoj që duhet vlej për gjithë. Ore nëse i humbim apo i vjedhim apo na i vjedhin zgjedhjet, kjo është një gjë. Po fytyrën nuk duhet ta humbim. Nuk mund të themi duhet të themi disa gjëra kështu siç janë, nuk mund të themi dot të bardhë zezë. Ta ruajmë fytyrën edhe të ecim. Të nderuar të shikues, unë besoj që diçka u përpoqëm të thoshim në këtë pjesë, që është pjesa e parë. Zotin Saliani kishim në studio, falenderoj shumë. Zotin Saliani faleminderit edhe për pavarësisht nga në një pjesë edhe pak humor që bëjmë në një gjë kështu në vendin ku jetojmë, se dhe kohë e zymë të shumë të gjitha shirat e këto. Njeriu është bërë pak, si quhet kjo? Nuk të kanë ndikuar shiun te kjo. Te emisioni. Zymtësi, jo, zymtësi personale. Po jo, po shirat e gjitha. Mirë, tani, përpoqim t'ju thoshim në një gjë, bashkë me Salianin, a ju thamë, këthe, unë nuk e asnjëherë se kam kuptuar. Po se punë e madhe se nuk e kam kuptuar unë, e kupton, kjo s'ka në një rëndësi të madhe. Unë, zotin Ervin Saliani,
Dhe falenderoj shumë, si që thash edhe njërë, dhe zotin Endrit Vokshi. Faleminderit shumë. Ju do të largoheni tani me që ju falenderova. Zoti Tela dhe zoti Abitikaj do të rinë, do të vinë njërës tjerë. Po ti në përjashtova, apo e kishe plan kështu? Do vetë largohemi. Ju vetë largohuni aty, vetë largohuni tani. Nga WhatsApp-i mos e kishim lënë. Në WhatsApp-i do të mbajmë. Në WhatsApp ti do t'jesh me ne gjithmonë. Në WhatsApp-in tonë, Tela fute në WhatsApp, se ti bëre luft me të, në WhatsApp fute. Për të mirën e PD-s, nuk ishte... Tani këtu ne kemi dy të tjerë që do të vinë, do të flasim fillim për Iranin, që është një problem jashtëzakonisht i madh, ku të nderuar të shikuesë po vriten edhe fëmijë në përsheshe. Pastaj do të kalojmë te Spaku, që është pjesa jonë në çdo emision. Çfarë ata janë duke bërë? 2-3 momente do kemi dhe do ta mbyllim emisionin, po pas publicitetit kemi te pjesë e dytë. Faleminderit.